Mirëmbrëma të gjithëve. Sot do të flasim për ato 90 minuta dramatike që përjetuam gjithë shqiptarët në stadiumin Air Albania të shtunën në mbrëmje, kur kombëtarja shqiptare pati përballjen me kombëtaren e Serbisë. Një ndeshje që përfundoi 0-0, mund ta kishim fituar, humbëm një penallti, por fituam shumë emocione, ndërkohë që në fushë të gjithë vëzhguesit thanë se pati një fair play. Kur luan Shqipëria me Serbinë, gjithnjë konotacioni politik është i pranishëm. Por çfarë ndodhi në fushë? Çfarë ndodhi në tribunat e Air Albanias? Dhe cili do jetë fati i kombëtares? A do arrijë që të kualifikohet për të vazhduar garën në kampionatin botëror në vitin e ardhshëm? Kam sot një panel me 5 të ftuar. Në studio është zoti Artan Shyti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Kam kolegen Esmeralda Mula, e cila përveç se është një njohëse shumë e mirë e marrëdhënieve rajonale, është dhe një njohëse e shkëlqyer e futbollit. Mirëmbrëma Esmeralda. Mirëmbrëma. Gjithashtu dhe kolegun ton të redaksisë sportive Andi Kapxhiu. Andi, falenderoj. Mirëmbrëma Ilir, faleminderit. Gjithashtu një njohës i shkëlqyer i futbollit. Dhe shpresoj se do më ndihmoni të dy sot doon, sepse unë luaj vetëm me njërën këmbë. Patjetër. Këmbën e kundërt po e përdorim ne. Ndërkohë në lidhje direkte nga Tirana është Dritan Shako Hoxha, komentatori i njohur sportiv. Dritan, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Ndërkohë nga Prishtina është një emër tjetër shumë i njohur, është trajneri Ismet Munishi. Regjia, ju lutem më lidhni kur ta kemi zotin Munishi në lidhje drejt për drejt. Zoti Shyti, rezultati, si e komenton? Nuk më pëlqeu, doja ta fitonin vetë ndeshje, ishin mundësitë për ta fituar, janë ndeshje që na duhej në shumë plane fitoria, na duhej për ca pikë të rëndësishme që mund na shërbenin kundër serbëve që potencialisht janë kundërshtarët tanë për vendin e dytë në grup. Dhe të mbasësh pikë me serbët këtu duke pasur parasysh që ndeshjen tjetër e ka atje në llogaritë finale kanë problem. Pavarësisht se ka shumë ndeshje. S'më pëlqeu sepse mendoj që mund të ishte menaxhuar më mirë ekipi, mendoj që nuk kishin këto mundësitë tona maksimale në raport me kush luajti, si luajti, sa luajti etj. Pastaj le themi që nota pozitive e organizimit. Dominuan emocionet e jashtëzakonshme. Për mua disa lojtarë ishin më të emocionuar se ç'duhet, dhe ishte e kuptueshme, apo jo, sepse është një ndeshje që një pjesë e tyre e ndjen, dhe në një unë kisha pritshmëri më tepër në planin personal sportiv, nuk u ngrit në atë nivel. Por është e kuptueshme, janë djemtëri, ngarkesa ishte shumë e madhe, ju e kemi parasysh ambienti përpara. Se ky është emisioni vetëm që bëhet mbas ndeshjes. Gjithë prisi u bën gjithë emisionet para ndeshjes, shekollaj që të bëje. Sot është më objektive që diskutoshe, thuash, por unë besoj që... Para ndeshjes ishim në një listë dëshirash. Po pra, unë besoj që ishte në total, për pjesën jo sportive, ishte një arritje, një organizim që pritej t'ishte i qetë pa eksese dhe si tillë rezultoi. Tash kur më përplasemi ne me Serbinë, historia ka qenë shumë më e keqe nga ana e tyre, se nga ana jonë nuk ka pasur asnjë eksese, kështu që unë besoj që ishte një stadium i mrekullueshëm që shërbeu shumë për ta mbështetur kombëtaren, mund të kishte patjetër edhe, si thua, të tjerë tifozë që do ishin, por në fund fare, si thua, ajo e shtun, ishte një shtun ku triumfoi sporti, triumfoi mirëkuptimi, triumfoi... Ajo frika që kishim zoti Shyti që ata që do të jenë në stadium, sepse kishte mungesë tifogrove, ato mbështesin ekipin kombëtar, me atë që kuptuam atmosfera ishte shumë mirë. Mu duk se po, mu duk se edhe rezultati, se problemi madh ynë është kur ne psojmë një gol. Kur kemi mësuar një gol zakonisht kemi rënë, por meqense s'psuam dhe filluam gradualisht të luanim për mua më mirë se sa serbët nuk janë ekipi dobët, por pjesën e parë fillimin e pjesë parë ishin ata por pastaj filluam të luanim ne dhe kjo e bën edhe një publik i smerr vesh, që është një pjesë e mirë aty që janë stadiumi ishte zjarr, edhe trajneri serbë edhe ato që mund të quhen incidente ishin fare, një pjesë u krijuan edhe nga vetë. Do flasim dhe për ato, por të bëjmë një vlerësim për ndeshjen dhe për rezultatin. Dhe pastaj do flasim për gjithçka. Rezultati nuk ishte ai që donim ne, apo jo? Mund ta kishin fituar siç erdhi puna, ndërsa pjesa tjetër pastaj besoj që morëm notë pozitive, spektatorët
organizatorët, forcat e rendit dhe i gjithë ambienti, unë besoj që ishte një plus për Shqipërinë në kuadër të imazh, sepse kjo ndeshje kishte rëndësi dhe për këtë jashtë pjesë sportive, dhe besoj që jo vetëm e kemi kaluar klasën, por kemi marrë notë mirë. Okej. Shako Hoxha, rezultati e pasqyron besnikërisht atë që ndodhi në fushë apo ishim të pafat? Apo mundet ta kishim pësuar, se ne shpesh në çastet e fundit, historia këtë ka treguar, çastet e fundit kemi humbur. Serbët na shënuan 2 gole në Elbasan në çastet e fundit. Po ajo që duhet të thoja është që kam përshtypjen se si Andi, si profesori im tani, do të kenë pa ndeshjen në televizor, nuk kanë qenë stadium, se stadiumi ishte si vaki, me thonë drejtën, ishte një heshtje totale, kur se kanë pa në stadiumin aq pak entuziast, kur se kanë pa në stadiumin me kaq pak thirrje për Shqipërinë, ishin pjesa më e madhe e thirrjeve ishin sporadike kur skuadra bënte një gjë. Po ty në televizor dëgjoja vetëm thirrje për Shqipërinë, po edhe thirrje për UÇK-n. Kore shumë të fuqishme dhe shumë patriotike. Po ishin të sporadike, po të them, ishin sporadike, nuk tifozeria në stadium, me gjithë respektin që kam për gjithë ata që kanë paguar gjithë lekë me anë të pandeshjen, realisht nuk ishte lojtari 12. Unë mendoj që Shqipëria luajti kur lun me tifozat në stadium, lun me 12 vet, në ndeshje me Serbin kemi luajtur me 10 vet, sepse realisht nuk ishte entuziazmi dhe mbështetja e skuadrës. Pastaj unë ato gjërat, atë kam jetuar në stadium. Unë po ju them që unë e pash pjesën e parë stadium dhe ishte një heshtje totale në pjesën më të madhe të kohës, dhe pjesën e dytë kam shkuar kam pa tek 2 kullat ku ishin tifozët kuqezi. Për të qenë sinqert, sepse aty ishte zjarr, ndërsa në stadium realisht nuk ishte, dhe tani e kupton se 90% e atyre që janë për tribuna aty me ato biletat janë o drejtora, o shefa, o shoferat e drejtorave, o nipat e drejtorave. O goca showbizi. Nuk ishin zgjedhur, nuk është se kishin ardhur tifozët që e ndjejnë skuadrën, që e ndjejnë për detyrë, e ndjejnë vetëm pjesë skuadrën që të luftojnë për të mbështetur skuadrën që të ketë rezultat. Nuk ishin në stadium. Këtë e kam pa vetë dhe këtë s'mamon dot njëri. Po federata thatë që do t'i shpërndante përmes një shorti, ndoshta shorti ura këtyre gocave të showbizit. E be atë videon virale të shtatës në Prishtinë, atë bukuroshen e Kosovës që kishte marrë 9 bileta me telefon? Po. Qa thoshte? Pa shorti mora unë. Pa shorti mori. Është një personazh i showbizit që deklaroi në media në Kosovë që i mora pa short bileta. Dhe normalisht ka dhe një pjesë që federata e shpërndan për partnerët e saj dhe për persona tjerë. Jo, Dritan, ajo që përmenda me zotin Shyti... Po, të kuptoj, ajo që përmenda me zotin Shyti... Fal, ti ishe në stadium. Jo, të them diçka, unë nuk isha në stadium... Nuk është në showbiz. Të lutem, jo. Nuk isha në stadium Dritan, sepse kemi qenë këtu në transmetim drejt për drejt, e kisha pa mundur të isha në dy vende. Po, unë që isha, më beson shpresoj. Absolutisht. Kur të ishte vaki stadiumi. Të besoj, por më leo të të them dhe diçka. Me rako që kishim në zotin Shyti, se kemi qenë javën e kaluar një program këtu, ishte tepër i madh, sepse kemi kritikuar jashtëzakonisht mungesën e tifogrupeve, tifozëve kuqezi dhe këtë mënyrë dhe të shpërndarjes biletave me këtë skem dhe në këtë ndeshje. E kemi kritikuar jashtëzakonisht dhe prisnim që të ishte shumë më keq. Dhe nga jo që doli, unë pyeta kolegun Ernest Korçi që kishte qenë në stadium dhe me atë që unë pash ndoshta më shumë në pjesën e dytë, të paktën nuk ishte aq keq saç mendonim apo parashikonim, thjesht kjo. Në raport me përbërjen ishte mirë. Eksakt. A duhet ishte mirë përbërja? A duhet ishte dhe më mirë, dhe me tifozët kuqezi e tjerë që mund të ishte zjarr vërtet, këtë nuk e diskutoj. Një pyetje kam unë. Një pyetje kam unë për gjithë, edhe për ata që drejtojnë policinë në këtë vend. Është turp që të shkosh në stadium me një bluze ku është portreti i Adem Jasharit? Jo, nuk është turp. Është organizat e palejuar ligjërisht në territorin e Shqipërisë UÇK-ja? Jo, nuk është turp. Edhe kolegë që kanë qenë në stadium... Të nxjerrin njerëzit me bluzën e Adem Jasharit, të nxjerrin njerëzit me flamurin e UÇK-s. Çfarë turpi kemi ne nga UÇK? Ne do të jemi gjithë krenarë. Shumë drejt, këtë e kanë bërë. Nga kolegë që kanë qenë në stadium... Në një program tjetër, po ta them dhe sot. Po mi pa ai burri që ka bërë tatuazh, ke krau, atë logon e UÇK-s apo portretin e Adem Jasharit. Ja shkulin dorën janë gjithë nga stadiumi. Që do me thënë që shef polici shqiptar që futen në turmës për tifozve edhe kapin... Po, Daku e ka në shpatur portretin e Agim Ramadanit. Nuk është turpë?
Jo, shumë e drejtë, absolutisht, nuk thamë këtë. Okej, regjia i lutem me Munishin, Shako të lutem qëndro në linjë, regjia me zotin Munishi. Ismet mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Një konsiderat të parë për rezultatin. Pasqyroj atë që luajtëm, pra korëm atë që mbollëm, apo... Ta shtetë gjithë shka që ka mund të themi është uri me pika. Pse me pika? Uri me pika, Po nuk meritu pika më që morëm. Urime që marrë një pikë. Aha, Po të kishim meritu më shumë, kishim marë. e qartë. Nuk meritua më shumë, do të thotë, apo? Cili është mendimi Nuk juaj meritua. për këtë don, për menaxhimin, si u menaxhua? Ju ku e ndoqët ndeshjen? E ndoqët nga Prishtina, në televizion, apo e ishit Tiranë? Unë e pashën në televizion, ishim me një emision të sportit tonë në Dugazgjini edhe vendosëm ndeshjen aty. Nuk tentua ta shikonit në Air Albania. Nuk doli fitues në shorti, Smeti. Do ta pyesim ka aplikuar apo jo? Nuk më ra shorti pra. Nuk tentove të hidhje shortin. Tentoja apo Jo, jo? po tentoj, po si ra. Nuk jam i showbizit, unë jam i sportit, nuk më ra shorti pra. Qa duhet njerëzit e futbollit stadium? Se do të vinë një futbollit stadium? Që bërë një futbollit stadium fundja? As një postim Instagram do kështë e bërë. Turp të të dojë me ardhe stadium. Qartë. Smeralda? Të jemi sinqert, unë për para ndeshjes isha shumë e lumtur që të merrim një barazim, sepse Serbia është një ekip i fortë. Këtë nuk mund ta mohojmë. Ka lojtarë shumë të mirë, ka lojtarë që luajnë në ekipe të mëdha, Vlahovic luan ke Juventusi, lojtarë të tjerë luajnë në ekipe të mëdha dhe luajnë gjatë gjithë kohës. Ne shumicën e lojtarëve vinin nga stoli në ndeshjen përballë Serbisë. Aq më tepër që Serbia pati dy performanca shumë të mira përballë Zvicrës, edhe përballë Austrisë në një miqësore. Pra tregonte që ishte një ekip i madh dhe ne dim se sa i kemi fuqi dhe sa i kemi kapacitetet. Pavarësisht se ne kemi pritshmërinë dhe zemrën e madhe dhe mendojmë se mund t'i rrafim të gjithë siç menduam dhe në Europianë dhe Italinë dhe Spanjën dhe të gjitha. Por, kur filloi loja dhe pam edhe Serbia në fakt erdhi dhe me probleme, pati probleme me trajnerin, patën probleme lojtarët, me disa lojtarë që i ka shumë të mirë Serbia që trajneri nuk i thirri në kombëtare dhe menduam se filluam duke na ushtuar pak shpresat. Edhe kur pam pjesën e parë, pjesën e dytë, lojtarët tanë po dominonin. Jo gjithë ndeshjen, por po dominonin, por serbët vazhdimisht shfaqeshin shumë të rrezikshëm në kundër sulmet e tyre. Pastaj kur erdhi ajo penaltia, të gjithë thamë se ishte shansi jonë për të fituar. Natyrisht duhet kuptuar dhe emocionet, sepse gjithë ajo ngarkesë emocionale, gjithë shkaje që e rrethonte, jo vetëm brenda stadiumit, por dhe jashtë stadiumit, po gjithë historia e asaj ndeshje të luajtur 10 vjet më parë, edhe futbollistët njerëz janë dhe ngarkesën e kanë edhe ata dhe ishte e kuptueshme. Por ne kishim edhe lojtarë që pritshmëritë ishin shumë të mëdha dhe në fakt nuk është se dhanë asgjë në fushën e lojës. Kështu që në ato minutat e fundit, Babaramo, të jemi sinqert, isha kështu gjithkohën aman vetëm bjerja të bilbiti. Se nga momenti në moment kisha frikën e ndonjë kundër sulmi se do shënonin gol dhe tanët sikur nuk po e përballonin do të më mbrojtjen, në sulm sikur i dhanë disa nota më, i dhanë pak freski futja e Dakut dhe e Bajramit besim. Bajrami, që ndoshta Daku mund t'ishte futur, po t'ishte futur pak më shpejt, mendoj se mund kishte bërë diçka më shumë, sepse është edhe fizik i fortë, është edhe i gjatë. Ja të gjendë të mendimin e trajnerit Munishi. Në fund, mendoj që, jo, s'ka gjë, për mua, unë jam e lumtur me atë rezultat. Okej. Munishi, çfarë shkoi mirë dhe çfarë shkoi keq në formacionin ton? Ishte ky formacioni më i mirë që zgjodhi Silvinjo apo ju do bëni të zgjedhje tjetër? Në fakt, ndeshjen e kishim përgatitur shumë mirë. Ndoshta është dashur pak të bëhet pressing që të ushtrohet më shumë pressingu, të tentohet, por këtë radhë Silvinjo kishte shku më shumë që mos ta humbas ndeshjen.
edhe u mbrojshin mirë në zonën e dytë. Ata ndërtojshin me 3 qendërmbrojtës, ne kishim lojtar më shumë me sfush, edhe nuk e lam shumë hapësinë Serbisë. Ndoshta formacioni ka mujt me qenë pak më i mirë, sepse ne e pam që dalloj performanca kur u fut Daku në lojë, shumë pak hapësinë japet Muçit. Ndoshta Muçi do të ndru menaxherat, agentët, sepse ka edhe këso ndërhyrjes me kombëtare, sepse shikohet edhe këlle kanë agente, kush do të luaj, kush do të filloj, ka këso gjana, që prej kampionatit evropian. Është pun lobimi për caktimi 11-qës? Nuk është pun trajneri? Absolutisht. Shako Hoxha, e njëjta pyetje? Nuk shkoj mirë. Para se fillimi herë dhe unë jam një shumë fan i madh i Muçit dhe shpresoj që të ketë ai hapësira, se ai po e mori një hapësirë tamam, u dëmtua në ndeshjen që u fut nga minuta e parë, edhe ishte vërtet merret shumë keq. Do të jepet mundësia reale sepse është një lojtar shumë i rëndësishëm për të skuadrën dhe besoj që Shqipëria ka nevojë për një sulmues si ai. Pastaj për këtë shkoi mirë. Ishte shumë ndeshje, e di si mund të ndeshje apo, sikur ndeshjen për organizote Federata Serbe, si ti donte ajo gjëra tash do të bëj. Por më tepër duhet si u luajë Luksemburg ndeshje, Luksemburgu me Liechtensteinin. Pak a shumë. Ndërkohë që për mua, kjo ndeshje do të ishte pak më agresive, të zjarë stadiumit të futbollistët do të marrë faktin një 7 apo 8 kartonat verdh, ne, ata e kartonat kuq. Do të ishte një derbi, do të ishte zjarr ndeshje, zjarr. Nuk ishte zjarr, dhe për këtë gjë, fajin e kanë futbollistët Shako, sepse realisht fajin e kanë futbollistët, se brojen e kishe zesësisht e fare në lojë. Jo. Broja në 3 raste që dha mundësia u bë aktiv. Po tani trajneri di këtë punë. Një rast, se ai kishte disa raste që vetëm pasonte topin. Domethënë nuk mbante dot as 1 minutë topin në këmbë, kështu që kam përshtypjen që broja kishte më frikën se mos vritej, se sa të përplasej fizikisht. Fakti që vritet shpesh tregon që ai është shumë djalë guximtar, për të vërtetës. Tani që ju zbuloj një sekret se ndoshta ju se dini. Ju që jeni në studio ndoshta ju zbuloj një sekret që nuk e dini. Esmeralda, nuk e tregoj datën. Po programi i parë televiziv që ka bë është program sporti, ka qenë rubrika sportive në TVSH. I pasioni i saj i vërtet i parë ka qenë rubrika sportive në TVSH, për këtë arsye e kam ftuar. Shako, je i dyti që ja thua se e kam thënë unë përpara, që jam çik më i vjetër. Të kthehemi tek ajo, Shako, do të ditur gjithmonë. Pe e don që sikur luante Liechtensteinin me Luksemburgun e tjera, po mos ti ndoshta pa dashur të paragjykoj, më fal. Dritan pyetëm të bëj pyetjen. Shqipëri-Serbi me 2 kartona të verdha, 3 se si mbaj mend tamam, janë pak, janë shumë pak. Do të ishte zjarr, luftë ndeshja. Luftë. Ata na çuan atje ku donin ata. Qetësi, avazh. Albania ne imagjinoje si Koloseumin e 2000 vjetëve më parë, don gladiatorët që përleshen me... Imagjinoja si stadiumin e Galatasaray çdo fundjavë kur vinë kundërshtar, si stadiumin e Milanit kur vinë kundërshtar, zjarr o njeri, zjarr. E di si imagjinoja, si ajo ndeshja që po luaj dje finalja e Nations League-s, ku ishte Portugalia me Spanjën, nuk pushuan 1 sekond. E imagjinoja si ndeshjen e Shqipërisë me Spanjën, me Kroacinë, me Italinë në Gjermani. E parashikoja si ndeshjen e Shqipërisë me Andorrën, kishte më shumë tifozlik. Me Andorrën kishte më shumë tifozlik. Ndoshta mos pret atë revanshin e asaj, do priset kishe në një dron që të thuaj që të thoshe ky është flamuri më i bukur në botë. Jo, korrekt. Një tifozeri që të rinë këmbë, zjarr, nga minuta parë deri në minuta fundit, që të mbështesin skuadrën, të japi zemër skuadrës. Se ata që luajnë futboll dhe ata që merren me sportin dinë shumë mirë që sa i rëndësishëm është ti publiku. Po ta them edhe një herë, po ta riteksoj. Në ndeshjet ku luan Shqipëria në përgjithësi ne luajmë me 12 vet, sepse kemi tifozët që nuk ulen 1 sekondë na mbështesin. Në ndeshjen me Serbinë luajtëm me 10 vet pasi mungonin tifozët. Ajo që po të them unë është ka qenë aq e rëndësishme, sa që tani unë nuk jam politikan, dhe nuk kam as mend të merrem me politikë.
as me çështje globale, as me çështje rajonale. Mu nuk e se më gëzon e jeni fakti që thonë që marr komplimenta nga serbët, ua sa mirë na pritët. O sa të gëzuar jemi që na pritët kaq bukur. E çam duhet mund kjo pritë bukur që më thonë serbët? Serbët vetëm për luajtur futboll na kanë në paqe në këto anët tona. Kështu që nuk është një gjë e mirë. Unë doja të thoja që serbët thoshin tifozeria shqiptare na vuri vështirësi. Po, shumë vështirësi. Brenda rregullave, sigurisht. Në fakt federata bëri një deklaratë ku e sulmonte tifozerinë shqiptare. Federata serbe bëri një deklaratë ku e sulmonte tifozerinë shqiptare. E akuzonte se Jo, është sot, është reagim i ditës sot me i federatës. Po jo, federata serbe s'ka bërë asgjë. Dritan, trajneri serbe vlerësoi tifozerinë shqiptare dhe tha që madje dua edhe në Beograd të jetë ajo atmosferë. Dhe vlerësoj për atmosferë që krijon në federatës futbollit shqiptar që na organizoi. Si bëhet kjo skema që i shuhet pasioni njerëzve, ë? Lintat ta organizojnë. Nuk e di, unë po citoj trajnerin serb, nuk është ajo. Me të drejtë, po sigurisht, po jo më, o njeri, po sigurisht më burë. Edhe Shqipëria këtë pritit tonë në Serbi. Edhe ne, po t'na presi kështu si Shqipëritëm ne, edhe ne rrezik fitojmë atjerë. Më beso. Po e qartë, Munishi, ndani të njëjtën mendim me Shako Hoxhën apo mendoni ndryshe? Shako në aspektin sportiv ka shumë të drejtë, sepse tifozeria ka ditë të mposhtë skuadra si Çekia, si Polonia, është kriju atmosferë shumë e zjarrt në suaza sportive, thot Shako. Nuk thot Shako në suaza tjera, por atmosfera ka qenë e zjarrt me tifozët kuqezi. Kemi ditë me mposhtë kundërshtar shumë të fortë. Tu ka shumë të drejtë. Po nga Mitrovica, duke kaluar nga Prishtina, Suareka e deri në Gjakov, si është përjetuar kjo ndeshje? Besoj duhet këtë qenë një ngjarje shumë e rëndësishme. Është prit me shumë entuziazëm. Po me zhgënjim? Po tashti në kohën e inteligjencës artificiale na tash i dim gjanat se a do bashkim evropian, a do organizim zjarrt. A do në organizim të kampionatit me Serbinë U21 bashk e një farmitësie, a do në zjarë në stadion. Na e kemi zgjedhë perspektivën që unë nuk jam kundër, por prapë ka mund të organizohet, edhe me tifoz ka mund të organizohet pa ekscese, por të ketë pak më shumë zjarë nga tifozeria. Sepse asun nuk jam për incidente, nuk jam që të pritën keq, sigur neve që na pritën në Beograd kur e kishim atë ndeshjen. Unë jam për suazat, deri të kufit e suazave sportive, sepse tifozeria mund me brorit, mund me thirr, mund me edhe në isharje ka pak lejohet kur paguhet bileta. Okej, Shudi. Për sa i përket menaxhimit të lojës, unë besoj që trajneri edhe këtë radhë nuk u ngrit në lartësinë e asaj që pritej. Mbajti për mua, po këto janë mendimet tonë kështu, mbajti Hoxhën më tepër se ç'duhej në fush, e futi Uzunin me vonesë, mbajti Manaj më tepër se ç'duhet, e caktoi Manaj gjuhën e penalltin, megjithëse mund ta ndryshonte Manaj, kishte luajti Manaj megjithëse vinte nga smundja, vinte nga 2 muaj i pa aktivizuar. Mirë, po flasim mes barabartë tash, domethënë mbrapa mund të bëhemi edhe ne, si thua, e kemi më kollaj të komentojmë. Unë besoj që Daku dhe Uzuni ishin shumë të rëndësishëm kur u futën. Nuk jam dakord me Esmeraldën, e ka vlerësuar tamam Broja, më duk sikur ishte i vetmi në stadium që se merrte veç që po luante me Serbinë. Ishte shumë i qetë, shumë i relaksuar, se ne dim çfarë bën. Ai provoi 2 herë dhe i mori gjithë serbët zvarre. Kështu duhet ta mundej më shpesh atë. Po ndoshta nuk i furnizuan sa ç'duhet. Ndoshta ka qenë topa dhe i ktheu mbrapsh. Nuk e di çfarë, nuk ishte Hysa ka qenë brillant dhe ka furnizuar në mënyrë brillante. Dhe pastaj u detyrua Hysa të bënte rolin e Brojës edhe të fitonte atë penallti. Duhet, jo, bëri gjëra të rëndësishme, i bëri Broja, po unë besoj Daku hyri dhe një ishte një rast i pastër që ja nxori Bajramit për të shënuar, pra unë besoj që mund të ishte menaxhuar më mirë, disa mund të luanin më shumë, disa mund të luanin më pak, mund të luajnë ndryshe. Tani mbrapa themi kur Aslanit ja beson Interi penalltit, pse të mos ja besoj kombëtarja shqiptare, aq më tepër që ishte një lojtar që 45 minuta po luan dhe ndërkohë. Pra, janë ca detaje se ky është futbolli një as po ishte bërë penalltia, do ishim gjithë lumtur tash.
Ndërsa patjetër se cili këtu edhe miqt që janë jashtë studios kanë idenë e tyre. Unë besoj për shumë arsye, besoj që sporti është edhe një mjet komunikimi, është edhe një mjet prezantimi të vetvetes, është edhe një mjet, si thuash, që një shtet, një komb, një federat e përdor për të evidentuar vetveten. Patjetër kjo nuk duhet bërë në kurriz të performancës së tifozave. Po federata mos u kthye sikur që ministria e jashtme? Jo, po edhe është federata, edhe duhet jetë pjesë sepse ka një shprehje shumë të rëndësishme që thotë që sportistët janë diplomat me kostume djersitura. Edhe duhet jetë. Në mos federata, shteti, qeveria, sporti është shumë delikat. Kanë filluar luftra për një ndeshje, edhe është një artikull shumë interesant i Der Spiegelit, 5 ndeshje që kanë ndryshuar botën. Dhe njëra është stadiumi në Maksimir në Maksimir është një nga ato 5, nuk e di, është një artikull i jashtëzakonshëm që tregon që nga një ndeshje futbolli mundet apo jo. Një ndeshje futbolli e Serbia me Shqipërinë e zhyti Serbinë dhe ju tregoj të gjithëve që janë ata që janë. Dhe një ndeshje futbolli mund tregoj që ne mund të kapërcejmë mbi këto. Patjetër që për të bërë këtë nuk duhet të pengosh edhe ata që janë tifozët e zjarrit që të jenë në stadium, patjetër, dhe unë për shembull jam nga ata që kam thënë që tifozët kujezi është bërë gabim, është bërë autogol që nuk janë në stadium. Por, si thua edhe këto janë ato pikat, ato minuset që mund të shënoshim, por unë besoj që rolin e tifozerisë ne e luajtëm. Mu duk se lojtarët, veçanërisht lojtarët nga Kosova, në njëri për të ishin më të ngarkuar se ç'duhet, apo jo në këtë ndeshje. Dhe unë e kuptoj atë jam unë vetë gjysmë kosovar dhe e kuptoj atë ngarkesë, po kam përshtypjen, ajo më ka pëlqyer jashtëzakonisht shprehja e marrëve që tha ne Kosovën e kemi fituar përjetësisht. Hajde të shkojmë në fushë të luajmë futboll. Dhe tash kur ta thot një kapiten i kombëtarës, një personalitet i tillë që është edhe politikan, apo jo, tash nuk duhet dalim me të tjerë të bëhemi më patriot se ç'duhet e më, si thua, i rrethën se ç'duhet se nuk na takon kjo. Futbollistët kanë për detyrë të japin maksimumin në fushë dhe nëpërmjet fitores të ngrënë imazhin, reputacionin e vendit. Nuk e ngrën tifozët imazhin, apo jo? Por tifozët mund ta ulin. Tifozët ndihmojnë sportistët që fitojnë dhe nëpërmjet fitores në fushë rritet reputacioni. Ka një shprehje të 74-s të Fordit, president amerikan, që mbasi ka studiuar sportin amerikan, i ka mbledhur gjithë biznesin amerikan dhe i ka thënë, nëse doni të mundni, 74, është karta e sportit amerikan, është një dokument shumë i rëndësishëm, nëse doni të mundni Europën ekonomi, mundeni përpara në sport. Pra, si thua, sporti mund përdoret edhe për të kundërtën e tij, por qëllimi kryesor i neve njerëzve të sportit është që të japim nëpërmjet sportit imazhin e mirëkuptimit, bashkëpunimit, patjetër dhe të prestigjit, reputacionit, duke fituar në fushë. Jo duke bërë se ç'duhet nëpër ato, se edhe ajo duhet patjetër, po jo të kthehet në të kundërtën. Sepse nëse ti e përdor stadiumin për të çarë, s'ka problem, por për të gjuajtur ata kundërshtarët, apo për të bërë, si thua, gjëra që janë të ndaluara me rregullore. Në FIFA ka hequr edhe shenjën e Shqiponis, duket e ka kjo është një idiotësi, po e ka bërë. Ka rrezi ka qenë edhe FIFA që i ka thënë këto bluzat me këta, po me ato nuk duhet jetë. Ne nuk kemi republikë autonome futbolli, ne veprojmë në kuadër të institucioneve, dhe nëse institucionet kanë menduar që duhet Ka pasur andit ndërhyrje nga UEFA apo nga FIFA? UEFA ka sjell 2 oficerë sigurie që s'para ndodh, ja sjell 1. Ka sjell 2. Ishte ndeshje, kjo është. Jo, e kam fjalën tonë që piqet bluza me portretin e... Fakti që policia e ka bërë, do të ketë një direktiv, se nuk kanë luajtur mend që ta bëjnë pa ju thënë dikush bëjnë. Nuk të them që mund të jetë FIFA-s ose... Për shembull, kënga mora fjalë u ndalua në shkallët e stadiumit. Mirë, pra tashti, unë kam përshtypjen. Para disa muajve. Unë nuk e di se nuk jam. Kërkoj njëri e ndaluan vetë. Shiko, po pra, nuk e di, nuk besoj. Nuk besoj se ka marrë një. Në tifozëria vet, po nuk u Shiko, nuk besoj se ka marrë një, por nëse ka ndodhur, objekti dhe qëllimi është gjithmonë që ndeshjet e sportit, kushdo qofshin ato, shërbejnë si vende miqësie, bashkëpunimi, e respekti, jo për të kundërtën. Është vërtet, po pse duhet të jemi ne eksperimental gjithmonë, dhe pse duhet, sepse në stadiumet e Serbisë, edhe në ndeshje ndërkombëtare, edhe në Champions, edhe në ligat e tjera, gjatë gjithë kohës gjëja e parë që shfaqet është Kosova-Serbi. Thirrjet, as UEFA nuk e ka dënuar kurrë, kanë vazhduar të luajnë me stadium. Unë e di që tifozët e Serbisë janë tifozët më dënuar që ka Europa. Po kjo është çështje, thash, nëse e ka bërë federata jo me kokën e vet,
ka bërë shumë nga... Në të gjitha ndeshjet... Nëse ka direktiv, duhet pyetur ata që e kanë marrë këtë. Nëse policia duhet ketë, ata duhet Pastaj ne nuk kemi më kështu se anglezët, ti e di shumë në kampionatin evropian, anglezët në për stacione metroje, në për autobus, në stadium, sa futeshin, thirrja e parë është Kosovo, se duhet ne të tregojmë që jemi më katolikë se papa. Në ligjin tonë që është... Sikur jemi inferior. Në ligjin tonë që është i kopjuar nga Karta Europiane e Sportit, kemi ndalohet në stadium shprehjet raciste, etnike, me konotacione etnike, tjera. Unë thash, nëse e ka bërë me iniciativë policia dhe federata, jonë kanë bërë gabim. Po nëse është direktivë, duhet se nuk kemi... Ja të gjende Shako Hoxha. Shako Hoxha, ka qenë një nisëm e federatës dhe autoriteteve tjera shqiptare, apo ka qenë e imponuar nga FIFA kjo shqetësim që ju ndodhi? Ore njerëz, Futbol Klub Barcelona, një nga klubet më të mëdha në botë, në çdo ndeshje ku luan, ka flamurin e Katalonjës, që është kundra sistemit të Madridit. Dhe nuk ka pasur separatist, po. Çdo stadium ku luan Barcelona ka një tabel gjigante që shkruan Freedom for Catalonia. Në çdo stadium, kur se ka ndaluar askush. Këtë është shprehjet e njerëzve. Në asnjë rast, ne nuk mundet dot cili do që të jetë në këtë botë, nuk mundet dot vinë në Tiranë, dhe të na thotë Skënderbeun ta lejoj, Naim Frashis ta lejoj. Ademi Asharin ta lejoj, UÇK-s ta lejoj. Kush janë këta më që japin të drejtë? Ore, si mundet ti nuk ekziston që një organizatë ndërkombëtare të ndërhyj ty për simbolet e tua kombëtare? Kur në asnjë rast është një gënjeshtër e shëmtuar. Kur, se nuk mundet dot që të vijë një vend, ne nuk mundet dot i themi serbëve, pse nxjerr ti ata herojtë e tua atje. Po më çfarë dush, janë tut. Po çfarë dush, që ata nuk i kanë herojë, për ka bërë heroizëm duke sulmu popujt e tjerë. Nuk i ka thënë askush, nuk i tha, çfarë ndodhi me FIFA-n, që kapiteni i Serbisë ishte këtu kur bëri golin nxori tragishta, kur fitojnë në Elbasan. Asgjë s'do. Po pse ndodhi kjo? Pse ndodhi kjo atë? Çfarë shpjegimi ke ti? Pse ndodhi kjo? Nuk e di burr. Disa kemi ne shqiptarët, jo vetëm sport, po në çdo fushë të jetës. Ne kemi atë autoservilizmin, për ulje ndaj tjetrit. Për ulemi vetë ne, nuk ka nevojë të na përuli njëri. Jemi vetë të përulur, që dhe dëgjoj këtë fjalinë. Ore ne nuk fituam më burr. Besoj që jemi eliminuar me këtë ndeshje. Mos flasim kështu si luksemburgez. Besoj që u eliminu më burë. Pse më Shako, si duhet flasim, si luftëtar të UÇK-s tashti që ka mbaruar lufta, si duhet flasim më Shako? Se po e bën sigur do hynim në fushë për të çliruar Kosovën. Po e bën sigur do çliruar Kosovën në shtunën e 9 burë. Po e bën sigur do shkonim në luftë për të çliruar, e kemi çliruar Kosovën. Nuk do bëjmë luftë më burë. Më mirë se unë se ti. Ka mbaruar Kosova, është e përjetshme jona. Po themu të bëjmë luftë. Ore njëri se s'po dëgjoj, të lutem mos i shtrembro fjalët e mia. Të lutem, se më vjen keq. Unë po them që ne duhet të kemi respekt për vetëm, ne duhet të jemi ta presim kundërshtarin sigurisht me respekt, po ne do të respektojmë fillimet e tonë. Unë po them që të bëjmë luftë të burr. Absolutisht jo. Po UÇK-ja vetëm për një shtet në këtë botë është organizatë kriminale. Vetëm për serbët. Për ne është krenari kombi. Pse mos jetë flamuri? Është në Danimark, është në Gjermani, është në Spanjë, është në Angli, askush se ndalon. Pse na ndalojnë vetëm kur vinë serbët? Aty sa diun ka qenë çdo ndeshje. Pse i përulemi kaq shumë në serbë më burr? Pse më duhet i përulemi kaq shumë? Çam kemi ne detyrim? Çfarë detyrimi kemi që të bëhemi kokulur ndaj tyre? S'ndalohet as me vend më burr. Këto jam, ky është patriotizëm. Në një vend nuk ndalohet. Mas. Okej, Munishi? Janë disa gjëra që mbrojnë identitetin kombëtar dhe krijojnë identitet të fortë kombëtar. Aty e ka Shako. Se nuk do me vëz luftën Shako. Absolutisht jo më burr. Unë jam njeriu që mendoj vetëm për paqe. Ne duhet t'i tregojmë gjithë botë, unë e kam thënë 100 herë, jemi tifozeria më e paqe në Evropë. S'kemi ne dënime, nuk kemi dënime. Ne ishin gjithë tanë që thoshin krenaria, se the që pare që nuk ishte dhaj shumë e rëndësishme së tifozeria. Po krenaria futbollit shqiptar në dy evropianët ka qenë tifozeria burr. Njerëzit më të paqë, sollën fest në Francë dhe në Gjermani. Kur një polici nuk bankua. Policia gjermane ka qenë 5 fisht. Në çdo ndeshje u ka luajtur Serbia, në çdo stadium u ka luajtur Serbia. Policia gjermane ka pas halle, ka shkatruar qytetet, kudo që kanë qenë. Tifozia shqiptare vetëm ka bosatis fuqitë e birrës, edhe ka fesë në çdo qytet.
Nuk solli problem as në vend. Çfarë po të nga krenaria e Shqipërisë dhe më të mirë beva s'u bon hasmi jo. Se ne masëm simbole kemi pas në Gjermani se në Tiranë. Po ja gjendem unë ishe Shako. Simbolet kanë qenë të lejume në Gjermani. E tash vina në situatë që të kontestohen simbolet e shajta të popullit shqiptar. Gjithsesi një tragedi e vogël. Në hapësirën ballkanike me futbollin është bërë shpesh edhe politik. Mua don si gazetar i politikës më kujtohet ngjarja në stadiumin Maksimir të Dinamos së Zagrebit, ku në mënyrë simbolike mund thua që aty nisi edhe përplasja serbo-kroate dhe ku pam Bobanin që shqelmin dinda ta përdorte jo vetëm për të goditur topin. Ka pasur raste të tjera, mund na i thuash don se ti je i hershëm jo vetëm si lojtar, si trajner, po mbi të gjitha edhe si vëzhgues. Ka pasur raste kur politika ka dominuar sportin, futbollin në Ballkan? Normalisht në Ballkan gjithmonë shfaqen, sidomos në stadiume, thirrje raciste dhe edhe ksenofobike. Mas shumti, do me thënë, dominojnë tifozët sërb. Kështu ka qenë edhe në ish Jugosllavi. Atëre, rasti Boban ka qenë një fuqi e barutit edhe u pritshim vetëm shkëndijat. Kjo ka qenë një ndër shkëndijat që pastaj plasin në Jugosllavi. Tash jemi në një situatë krejt tjetër. Tash jemi në një kohë krejt tjetër. Unë them që të shfryen ballonat. Pas një problem. Por jo të hiqet ashtu flamuri UÇK-s. Po jo të hiqen amblema UÇK-s ashtu. UÇK-ja është ushtria më e lavdishme e popullit shqiptar në histori, ku kanë luftuar gjithë shqiptarët prej gjitha trevave. Edhe shqiptaria është mbrojt me UÇK-n, nuk është mbrojt një fshat ose Kosova. Këta duhet me ditë. Pa dyshim. Por ndërkohë, këtu organizua dhe një bashkë me Serbinë dhe një kampionat. Ndoshta federatat e kanë shkrirë akullin para pjesës tjetër të shoqërisë serbe dhe shqiptare? Kjo është stimulume prej elefantëve të mëdhej, prej fuqive të mëdha, që ata e parashojnë që deri në atë kohë ndoshta do të ketë edhe një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithmonë jam në këtë kohë që të promovohet paqja, edhe njerëz të cilët punojnë në të mirë të paqes. Pas një lloj problemi, edhe nëse përdoret pak sporti, sepse patriotët më të mëdhaj në kohën e sodit, në kohën e inteligjencës artificiale, janë ata që e promovojnë paqen. Asnjë popull nuk ka pa kurrë nga lufta. Na kemi luftuar sepse kemi pas të domosdoshme. Por tash, gjithsesi duhet të promovohet paqja. Por ky organizimi i ndeshjes me Serbinë ka mujtë të bëhet pak me stil. Jo si që thatë ka pas elemente sikur në kohën e monizmit, hesja atyne se na ka met pak në zgjen ai regjimi. Si duhet ishte? Çfarë duhet kishte dhe si duhet ishte? Po të menaxhohet ndeshja me tifozët kuqezi. Edhe nëse bëhet me ishari, edhe nëse bëhet me ashtu, po të menaxhohet ndeshja që të kalohet pa pasoja fizike, pa pasoja që mos ketë dhunë direkte, por që të ketë broritje, të ketë zjarr. Qartë. Shako, qa nuk shkon sepse nuk është here parë që Don Krika një ngërç për të mosur një konflikt mes drejtuesve të federatës dhe tifozave kuqezi. Qa e ka shkaktuar dhe çfarë po ndodh? Asgjë më burr, mas kësaj ndeshjes do rifilloi dashuria. Ishte vetëm halli që t'i krijonin një pushtet sa më të mrekullueshme, klimaterike, serbëve që të vinin këtu sa më të kishin mundësi sa më shumë që të merrin rezultat. Jo, me grupacionin tifozët kuqezi, me
federata, drejtuesi federatës, zotit Duka, ka pasur probleme të jashtëzakonshme, donë edhe korre që e kanë sharë tifozët kuqezi. Përse është shkaktuar, se nuk është që vetëm ndeshja e të shtunës? Është gjithë lufta ka filluar për atë evropianin e shpifur që duhet të bëjnë tatë federatës me serbët. U Serbisë nuk i pranoj asnjë shtet, i pranoj vetëm Shqipëria që të bëjë patëricën Serbisë. Edhe nuk është çështje sepse edhe unë jam padyshim mendoj që ne do të mbretëroj paqja. Ka pafund tu futbollistë serb që kanë ardhur, kanë luajtur trajner, kanë luajtur këtu në vendin tonë, vinë në pushime pafund nga Serbia, edhe në Prishtina është rrethuar me fshatra serbësh, edhe nuk është se kanë njëri një problem. Askush, çdo njeri që është në paqe, gjen paqe mes nesh. Ajo që them unë është që Serbia është një vend i cili nuk di të organizojë evente sportive dhe për këtë motiv kjo gjëja është jo e mirë për Shqipërinë, sepse ne nuk fitojmë asgjë për të rehabilituar Serbinë. Serbia është federata më e dënuar nga UEFA. Serbia është e vetmja tifozëri që nuk pranon tifoz kundërshtar në shtëpitë vet dhe nuk shkon tek shtëpia të tjerëve, në stadiumet të tjerëve jashtë. Është e vetmja tifozëri që ka këtë problem, nuk shkon në Sloveni, nuk shkon në Kroaci, nuk shkon në Maqedoni, nuk shkon në Bosnjë, nuk shkon në Hungari, nuk vjen në Shqipëri. Dhe ajo që ditë temën është që Federata Angleze e Futbollit, që është ajo që ka shpik të sport për regullushëm, dhe sa që bi shokti me lutë me Anglinë, jo vetëm tifozë vdesin që shohin ndeshjet bukur, po dhe qytetet thonë Sami që të na vi tifozëria më festive dhe shumë e bukur. Ajo që të Federata Angleze për të vetëm vend që i thotë tifozëve nuk ju rekomandoj ta ndiqni skuadrat tuaj në transfertën e Serbisë, i thotë vetëm për kulturën me Serbinë, në asnjë rast tjetër. Që do thotë këta janë ca njerëz që nuk bëjnë dot sport apo nuk jetojnë dot në paqe. Ne jemi të paqë. Unë do doja që desha të zjarr brenda korrektesës, në asnjë rast që dikush të lëndoj apo dikujt t'i krijojë problem. Absolutisht jo. Por unë e kam pa duke ardhur autobusi serbe në stadium. Dhe autobusi serbe ishte shoqëruar me 5 makina policie dhe ishte një grup tifozësh, mund të ishin 300. Dhe ishte shumë e bukur. Vetëm një gjë aspironin tifozët shqiptar, atë që aspironin në çdo stadium. Nuk thotë deri një shqiptar briti serb. Po thonë, nuk kanë probleme ata që janë fush. Ata thonë, motrën tënde e kam me qef. Kaq. Qartë. Po kjo gjë nuk do na e kthejnë dashurinë serbët në Beograd, se ka pasur shumë teori konspirative. Po masë na e kthejnë motrën e tyre se ata vetë jo se besojnë. Dashurinë e kisha të rezultati u burë. Okay. Nuk e kisha të kajo se atë. Ja një sekund, i bëjnë një pyetje Munishit. Munishit, mediat ndërkombëtare flasin për një lidhje dhe një ndikim të jashtëzakonshëm që ka nga politika, madje nga pushteti i Vučić, tifozeria serbe, grupe të caktuara. Sa është e vërtet kjo? Kanë shkruar gazetat më prestigjioze për këtë gjë. Çfarë kanë shkruar? Kanë shkruar se ka pas lidhje direkte, ka pas edhe gazetar hulumtues që kanë zbuluar një gjë të tillë. Kjo krejt dihet botnisht. Plus vetëm Kosova dhe Shqipëria në rajon që kryetari i federatës zgjidhet nga kuvendi, gjithkohë zgjidhet nga politika. Edhe në Serbi, edhe presidenti i federatës edhe selektori janë direkt poste politike. Jo, në fakt nuk zgjidhet nga kuvendi, këtu zgjidhet si papa. Mblidhet në konklav ta drejtuesit e futbollit. Po, kardinalet e futbollit shqiptar mblidhen e zgjedhin papën. Nuk e zgjedh kuvendi, jo. Tashti, na shqiptarët kena tregu shembull të mirë demokracisë në futboll, e kam fjalën. Po. Si në Kosovë, si në Shqipëri, zgjidhet presidenti federatës me vot, ka pas tentativa për ndërhyrje politike edhe në Shqipëri, por Duka është tregu shumë i fortë. Po. Edhe në Kosovë po ashtu ka pas tentativa, ndërsa në vendet e rajonit, edhe mas i tash po flasim për Serbinë, ka në kryet federatës që në kohën e Fadil Hoxhës aty donë. Kur do dhe njerë? Ka në kryet të federatës që në kohën e Fadil Hoxhës tem. Ta janë pjesa e servilave pastaj, që shfrytëzojnë rastin. Qartë. Shyti? Shiko, unë e thash edhe ngerem asaj që sporti, futbolli është mjet
bashkëpunimi, mjet komunikimi, mjet njohje reciproke, pse jo dhe mjet forcimi, miqësie, ose në rastin më dobët edhe respekti. Dhe në këtë kontekst unë e quaj për mua shumë pozitive që ne organizojmë një Europian në 2 shtete, se nuk e organizojmë me Serbinë, se kjo duket sikur të shkojmë, ne nuk e dia të shkojmë që të shkojmë të luajmë në Serbi, apo Serbia do viktu, ata luajnë ndeshjet e tyre atje, ne organizojmë, janë 2 vende që organizojnë. Ne nuk shkojmë atje. Janë 2 vende që organizojnë. Dhe kjo është, domethënë, pozitive, se ndoshta tek e tek do merrim bashkë e marrim, do bëhet u bë një U17 këtu dhe ishte një festë e vërtet, pamës ekipi ynë ishte ekipi që luajtim në grup me Portugalin, me Francën edhe me Gjermani, pra nga cilat 2 dolën finale, pra s'kishim në i mundësit, po ama patëm mundësit shikonim këtu U17, e njëjta gjë do jetë edhe me U21 në planin sportiv dhe pse jo dhe në planin e diplomacisë, sepse sporti është me të vërtet një mjet shumë i rëndësishëm diplomatik, i përdorur për keq apo për mirë. Unë dua ta shoh të përdorur për mirë. Edhe besoj që dhe ndeshja e shtunës është një arritje e rëndësishme diplomacisë sportive për treguar që ky është një vend normal, siç tha Shaku me drejt, nuk janë normal serbët, apo jo? Kemi edhe në tifos, kemi edhe në njerëz të ekstrem dhe shumë mirë bëjnë që janë, se njerëz që e kanë vuajtur, janë njerëz që janë vrarë nga serbët, po ata janë gjithë, ata nëse ne kemi 10 me 90, ata janë 90 ekstremistë e 10 mirë nëse ka dhe 10 mirë. Por ata janë ata, ne do të tregojmë që ne jemi ne, apo jo, dhe unë dua t'i kujtoj atyre që përna të gjojnë ndeshjen tonë në 2014 në Elbasan. Atje po që ishte eshtje vari, atje në lanë 3 orë në shi, në kontroluan do ndoshta edhe këtu, po unë nuk shkohan stadium pikrish për këtë, se s'më pëlqeu ideja që do bëjmë, si tu është, nëse dua ta mbaj rendin e mbaj unë, apo qetësi, nuk dua të ma imponoj dikush që mendon që është më i rëndësishëm se unë se e mbleson dhe, po unë edhe zgjedh këtë mënyrë do në sjellë dhe nuk shkova në stadium. Po ne në Elbasan, ata në bëngon e heshtëm edhe s'kishtë më stadium. Ndërsa mua më duk, pramësisë në televizor, më duk që të gjuam zhurmë, tash nëse regjia ka vënë në zhurmë të improvizuar punë e tyre, po aq sa mund të bëhet një ndeshje kur ti nuk i zgjedh vetëm, se unë them, për mua tifozët kujezit duhet ishin. Po duhet kuptuar diçka, tifozët kujezit kanë shkruar Dukës Duka Shkjau, pra Duka Serbi. Pse? Se mori një vendim që për mua është i drejtë që të organizojë një aktivitet përbashkët për treguar që tu ka nisur çari ose për dhe tifozët kujezit janë shumë të rëndësishëm. Janë ajo pjesë që duhet për treguar që dhe ne dim të jemi si thua agresiv në kuptimin sportiv. Kanë 2 dekada, janë grupi më i Jo, patjetër, unë po them, është për mua, nëse ata nuk kanë shkuar në stadium si zgjedhje federatës, është bërë gabim. Është autogol i rëndësishëm. Por shorti ishte vetëm mënyrë që mund të bëjë sepse ndryshe s'kishte, ama nëse ti ke bileta për gocët e showbizit, duhet kishte lënë patjetër të paktën 1200 apo 2000 bileta për tifozët kujezit, do të shikoj 1, 2, 3 duhen bërë në stadium, se po u bën, se di kush ç'a ndodh këtu ndodh që tifozët nganjëherë me dëshirën për treguar që ne jemi, nganjëherë kthehen në të kundërt e asaj që duhet bëjnë. Apo jo. Sepse ai arbitri kur pavarësisht ata bënin sikur i ran kokë, po nëse do kishte 3-4 raste të tjera që një lojtar serb godita e fare mirë mund të thoshte se bërin në Serbi. Ta e di çfarë ikim nga stadiumi dhe fiton ndeshjen. Kështu edhe këto janë ato provokimet që dikush mund t'i bënte një në 22.000 atje për të prishur punë, për treguar që këtë mund ta bënte. Dhe kështu justifikohet edhe kjo supermas. Ndërsa simbolet e UÇK-s, Adem Jasharin dhe tifozët kujezi, dikush duhet dali të japi arsyen sepse policia duhet thotë kam pasur këtë direktiv dhe e kam zbatuar. Se me iniciativë të policisë, aq më tepër larg qoftë me iniciativë të federatës, ti nuk ke pse domosdoshmë është njësoj si thosh edhe flamurin. Atyre djemve kalamajve që bënin shifojnë atje, ti thot FIFA nesër dënoni se ç'është kjo logjikë. Nuk e di keni para atë Maksamin atë, keni para atë që thot ai po çka kanë këta serbët, me këta serbët ta e kanë gjetur shqiptarët këtë. Po kanë edhe serbët flamurë, kanë shqipojnë. Po t'ja bëjnë kështu serbët, ata, ja bëjnë kështu, t'jemi gjithë tjetër. Te e kanë zënë shqiptarët. Janë mërzitur të serbët, thotë duan të heqin shqiponjen shqiptarëve. I thotë, po ju çka keni se keni dhe ju shqiponjen. Thotë, po ju thotë bëjnë kështu. Po gjeni gjithë tjetër, sepse janë qesharake, janë dakord që janë njerëz autodestruktiv. Po ne tash do bjem në vend e tyre, do të rregojmë që ne si jemi ata. Çfarë bën tash? Kjo me këta na ka rënë të një kom që feston humbjet. Po janë autodestruktivë, janë njerëz që kanë bërë luftë me të gjithë dhe e kanë humbur gjitha luftrat. Po ne Kosovën e morëm, ishte jona, po e morëm. Kosova është, thash, ajo fjala e Mavrit është se unë kam njerëz të vrarë në fis nga ta don.
Po të shi ne morëm për Kosovën, jemi përpara se ta në integrim Europian, jemi më demokraci se ta, jemi më serios se ta, na duan më tepër. Qa kemi ne që duhet të tregojmë të shi, që duhet të tregojmë sërve? I themi ju jeni të këqi, e di gjithë bota që janë të këqi. E di gjithë bota që janë të këqi dhe vetës. Ne dhe të fitonim të ndeshme, ta bënda i mana jatë gol, edhe do ishte fitoria më e madhe do ishte tonë. Pastaj tjerat janë tjera. Munishi, të kthemi tek 11-qja. A ishte kjo 11-qja më e mirë që kanë pasur ndonjëherë Kuqezin? Kjo 11-qja kundër Serbisë? Po. Po jo. Ose dhe përbërja në total të 27 grumbulluarit. A është kjo me mira, zoti Munishi, që ka pasur ndonjëherë Shqipëria, qoftë dhe krahasuar me Europianin e 2016-s, që janë vetëm evenimente që ne jemi kualifikuar. Ta shti për juve në studio, mi ju të regu që futbolli është sport i karakterit. Në futbol, për me arrit rezultate kulminante, duhet kemi shumë karakter. Po ta kish pas kjo skuadër karakterin e asaj 2014-s, kish me qenë idealja. Sa ka ndikuar roli trajnerit në këtë rast? Sa ka ndikuar roli trajnerit në këtë rast krahasuar me 2014-ën? Ne dim mënyrën se si Debiazi ka motivuar futbollistët për atë ndeshje dhe çfarë ka ndodhur në këtë ndeshje nga ana e Silvinios. Pra, një njeri më i ftohtë që nuk është se Pyetje shumë me vend, jam dakord se një trajner e përmirëson karakterin e skuadrës. Jashtëzakonisht ka ditë me bë mirë këtë Gjani Debiazi, edhe për atë ka arrit rezultate kulminante i pari. Pastaj Silvinjo është një tip më studioz, është një tip që ka dhe gjeneratën më të mirë, sepse kemi lojtarë që luajnë në skuadra shumë të mira që janë në formë. Mos harrojmë se Debiazi është kualifikuar me lojtarë që ndoshta nuk kanë luajtur nëpër skuadrat e tyre. Por i ka bua ata lojtarë që t'japin ta lënë shpirtin në fushë. Këta e ka bua dhe Silvinjo deri te kualifikimi. Por pastaj nuk e di sa e dini, ka pas shumë probleme në kampionatin evropian, lojtarët individualisht me Silvinjon. Sepse nuk ja u ka dhënë hakun Ardian Ismailit, e Trit Berishës, Cikaleshi është përjashtuar në mënyrë të turpshme nga kombëtarja, nuk është marrë në listë. Ka qenë lojtar që ka bajt shumë peshë në kualifikimin tonë, edhe kanë qenë disa vendime shumë të çuditshme të Silvinjës, që kur nuk ka dhënë një arsyetim tamam që na të besojmë. Me Brutin çfarë po ndodh, sepse u mor me shumë buj, u shkaktuan shumë polemika, deri dhe ekstreme duke përfshirë dhe politikën, dhe nuk u angazhua nga Silvinjo. Qa po ndodh? Për mendimin tim, Bruti është marrë të përforcojë skuadrën U21 të Shqipërisë, nuk është marrë akoma për kombëtaren e madhe. Tashti çka ka pas në bisedime nuk di. Pastaj në këtë kohë dhe mediat pe bojnë vetën me musafir spektakular, me përgjigje spektakulare, pastaj pe fusin kombin aty, patriotizmin, e tradhtin, e gjitha ato me radhë. Por që nuk është për mua, alun për Kosovën, alun për Shqipërinë, është krejtësi zgjedhja e lojtarit. Nuk e shoh në gjatë madhe. Edhe një pyetje, sepse në rrjetet sociale pati një shpërthim kundër Gjimshitit dhe kundër Dakut për 2 gjestet e tyre sportive. Besoj keni parë dhe ju, i pari me Vlahović, edhe i dyti tek ajo flamuri këndit ku më pas Daku pasi e shtyu lojtarin serb për një takim duarsh. Janë normale këto, apo sepse ne kemi një zakon që për 5 minuta i shpallim heronje, për 5 minuta janë tradhtar të kombit. Në këtë rast këta të dy ishin tradhtar apo ishin heronje? Ne shqiptarët e kemi një të keqe që nxefemi shpejt, jemi si bakri, shpejt nxefemi, shpejt ftofemi. Po ato janë gjeste sportive të lojtarëve që i bojnë për ditë, që në një moment jap kundërshtarit dorën ose në një moment
ai Gjemshiti është taku me Vlahovićin atje në Itali 3-4 herë gjatë vitit. Po. Apo kupton, e ai në atë moment e shef si rival, po e shef si koleg. Nuk e shef si që shofin publiku kënena, jo pse ato janë gjeste që ndoshta i kanë dhonë një shijet mirë për mendimin tim takimit. Sepse lufta është luft, kundërshtari është kundërshtar, por fair play është fair play. Edhe lojtarët kanë pas sjellje fantastike gjatë ndeshjes, edhe lojtarët serb, edhe lojtarët e kombëtarës tonë nuk e kanë provokuar në asnjë moment publikun, kanë zbatuar detyrat e trajnerëve, kanë tentuar ta fitojnë ndeshjen, edhe tash dalin këta patriotat e Facebookut e TikTokut edhe e kritikojnë Gjemshitin që për mua është lojtar fantastik edhe kapiten shumë i mirë. Edhe Daku pashtë. Dhe duhet vlerësuar fakti që në qoftë se Debiazi nuk e thiri në Europianin e Francës, ai që ndroi nuk e tradhtoi kombëtaren dhe vazhdoi derisa tani ka shiritin e kapitenit. Donë që e ka vlerësuar dhe ka respektuar maksimalisht fanellën kuqezi. Asnjë lojtar nuk e ka respektuar fanellën kuqezi si Gjemshiti. Edhe shumë mirë, domethënë është lënë jashtë, atëherë ka lujt, pa të shënua dhe gol në Armeni atje, nuk e mori fare, nuk boni zo, vazhdoj me lujt, vazhdoj mu tregu, arriti mu bo kapiten, arriti mu kvalifiku si kapiten, edhe kjo ishte përgjigja më e mirë e Gjemshitit, që atëherë nuk u marë, që them edhe unë atëherë pa drejtësisht, nuk është marë. Ka pas edhe atëherë interferencas që të mirën disa lojtarë tjerë, sepse na i dim gjanat edhe i dëgjojmë për ditë. Por që Gjemshiti interferenca jo sportive, apo jo? Po, normalisht. Qartë. Dhe tani ka rastin të luaj dhe me Serbin. Po. Ndërkohë, ka një ngërç, donë që mes dy federatave, për lojtarët që merr federata shqiptare në Kosovë. Ndërkohë, Federata e Kosovës nuk merr këtej. Çfarë ndodh? Si mund të shmanget kjo? Raportet i kanë shumë të mira dy presidentët e federatave. Këtë mund ta them. Tashti ne kemi pas krej nga Kosova problem me trajnerët, tash ky foda e ka stabilizu kombëtarën, nuk përjashtohet mundësia se ndoshta edhe i pëlqen edhe e merr dikush, ndonjë lojtar që është shqiptar mrena kufeve të Shqipërisë tashti, se na shqiptar jemi të gjithë. Po. Ndërsa Federata Shqiptare është pak më e zot, identifikon sepse këta Daku nuk e ftun, Arber Hoxha nuk e ftun. Edhe ata i ftun apo tregon më të zot edhe më të suksesshëm. Kjo është Pse Federata e Kosovës nuk e ftoi as Dakun as Arber Hoxhën? Nuk i ka ftu. Po, në momentet saktuare jo. Nuk i ka ftu, në momentet nuk i ka ftu 3 vjet ka prit Daku, ka qenë golshenusi më i mirë në Kosovë, golshenusi më i mirë në Sloveni, nuk e ka ftu Arber Hoxha, ka lujt në Slaven Belupo, në Kroaci, po. Edhe kur është Dinamon e Dinamo të Zagrebit, pastaj e kanë ftu Federata Shqiptare. Federata e Kosovës nuk e ka ftu sepse ka konsideruar që nuk i dot, sepse në atë kohë nuk kemi pas trajner vizionar. Kemi pas disa trajner që realisht kanë dështu në punën e tyre dhe nuk janë më. Po të kishim pas trajner vizionar, ata do t'lunin të Kosova të dytë. Po keni dhe shumë futbolist jo, prodhoni dhe më shumë se ne më duket. Tashti mu nuk më pëlqen ky dialogu ne edhe jo. Këtë problem e kom edhe Tani në unë jam Kosovë. nga një zonë që jam kështu si mes të dyjave. Është nga Nika i Mërturi. Kështu që nuk e tem për keq, tem, do me thënë. Jo, e di, por... Dëgjoj, bëjmë një marrëveshje fjale, Ismet. Ma ta ndrinit, këte i drinit. Ne dhe ju si federatë. E bëjmë të marrëveshje. Jo, okej. Jo, e kisha ka shumë Kosova ndoshta nga që ka pasur edhe emigrimin shumë më të hershëm dhe ka shumë futbollistë që janë formuar jashtë,
Por, për shembull, Franco Foda po prodhon edhe një plejad tjetër futbollistësh shumë të mirë që luajnë në Kosovë, pra që po i merr, që po i promovon, që luajtën në 2 ndeshje dhe bën shumë mirë edhe në ndeshje pavarësisht se miqësore, por prapë ndeshje të mira. Prandaj them që edhe brenda dhe jashtë duket se ka shumë talente që Me në pika shkurta vetëm ta shpjegoj diversitetin e ADN-s futbollit që e kanë 2 vendet, tashti 2 shtetet, Kosova dhe Shqipëria. Shqipëria është një vend që ka qenë izolum, pastaj në ADN ka marrë fillimisht nga futbolli italian e kështu me radhë. Ndërsa ne jemi trashëgimtar të futbollit jugoslav. Edhe kemi shumë diversitet si shqiptar që jemi, por zhvillimi i futbollit në Shqipëri edhe në Kosovë ka shumë dallim. E nuk mund të them se na për momentin ndoshta prodhojmë më shumë, por nesër do të prodhon Shqipnia, por që jemi 2 shkolla të ndryshme, kjo është e vërtet. Qartë, po cila është shkolla më e mirë? Plotësojmë njëri tjetrin. Dhe cila është shkolla më e mirë, ajo italiane apo ajo jugoslave? Tashti është çështje shihesh. Nuk e privatizoj të vërtetën. Shiko. Jo, e di përse këmbgull që të pyes, sepse ti e njeh shumë mirë edhe futbollin këtej Drinit, sepse ke luajtur me Besën. Dhe po të mësojmë më mbrojt si italianët dhe të sulmojmë si jugoslavët, ajo është idealja. Ta janë produkti i një emigracioni shumë të hershëm Kosovë. Që do të thotë që janë edhe brezi 2 apo nga njëherë dhe ndoshta edhe brezi 3 që janë lindur, janë rritur andej. Janë produkte të Zvicrës dhe të Gjermanisë. Ne kemi filluar dhe më vonë. Dhe për shembull, ne jemi Kombësia e dytë në Itali, Federata Italiane ka 7400 të teseruar të antarë shqiptarë. Me Kombësi shqiptare. Pra Federata Italiane e Futbollit ka 7.000 shqiptarë. 400 shqiptarë, po. Nga sa gjithsej? Janë shumët, apo të që nuk e kam parasysh pa ama të dytët jemi, janë italianët paratë, shqiptarët dytët. Dhe, po, ama ne jemi pak më të vonë, ne jemi, si më thënë, kemi 20-25 vjetë i kemi shkuar, ndërsa Kosovarët kanë shkuar, kanë 30-40 vjetë, janë, kështu që ata janë, si më thënë, dhe brezat e Zvicrës, që janë superlojtarë, janë nga ata djemë që familjet kanë shkuar prindit dhe kanë lindur atje nga njerë disa njërë dhe janë të formuar në shkollat europiane më tepër se shkolla shqiptare dhe shkolla kosovare. Janë bitë të emigracionit të viteve 70-80. Po këtë e them me bindje që formimi kuadrove, formimi sportit në Jugoslavi, se janë gjithë që kanë studiuar në Zagreb, kanë studiuar në Beograd, dhe do specialistët e sportit që kishën studiuar në Zagreb e në Beograd, patjetër që ishë më të mirë se specialistët që tanë që më të mirë të kishën studiuar në Kinë. Dhe u kanë shkuar në Kinë, ishte si ishte Kina e 70 cas. Futbolli jo, futbollin ja quam ne në Kinë do. Po jo, e prandaj e kanë futbollin e çoj Loro Boliçi aty. Por ajo periudha e egër e pushtimit e ndërprerjes që u ndërpren gjithçka në Kosovë krijoi ato problemet e veta dhe sot është duke marr goxha vrut, për shembull basketboll apo voleyboll apo janë ku e ku më përpara kanë shumë të para. Ne vezi kemi 1,5 milion euro në ministria jona, ata kanë 11 milion. Që do më thënë, është tjetër sistem, sepse atje edhe sistem... kampion olimpik... Edhe sistemin e sportit e kanë kryuar ndërkombëtarët, tash që erdhën bën shtetin kosovar, pra që unë miku e këto tje, kryuan dhe modelin e sportit, nësa ne kemi akoma variantin, po kjo është histori tjetër. E zgjithë pak, te i drinin në mbrojtje, ande i drinin së... Jo, do më ashtë, jam dakord se nuk e vënd diskutim pjesën teknike, po them që është pak më komplekse, ndërsa ne do të jemi, unë besoj, unë preventiv, do të jemi përjetësisht më njohës atyre djemve që në 2014 në Beograd janë sjellë në atë mënyrë si heroj në fush. Dhe do doja shumë, jam dakord, do më thënë edhe me Shakun, nëse e kuptova kështu që atë e gërsin, atë grintën e tyre në atë fush, ta kishin edhe këta djemë të shtunën. Tonë se ishte tani e qëllimshme, se nuk dua, unë nuk dua t'i fry zjarrit patriotik, se në herë kjo patriotizmi, nacionalizmi është streja fundit e maskarimit, por fakti që ata që u zgjodhen
nuk ishin për shumë ta se në qofë se do të fusje me lojtarët të tjerë, pra shqiptarët Kosovës, natyrisht ata kanë tjetër grind. Dhe tjetër agresivitet. Se edhe në Beograd, ata e bën lojen. Ata e bën gjithë agresivitet. Ndeshja në Beograd ka qenë në vitin 2014. Unë tani bërë edhe një kërkim që Kosova në UEFA dhe në FIFA është njohur diku në vitin 2016. Dhe ne kishim, kanë qenë 7 lojtarë, shqiptarët Kosovës në formacion, dhe 11 në 22 apo në 23 shqiptarët Kosovës në Beograd. Isha duke u munduar ta them pak diplomatikisht që mos keq kuptohet se... Jo, thua e mirë më sportive. Thjesht bëra shifrat për të kuptuar që 7 nga 11... Po pra, sa futbolist, do më thënë, nga 2014 ne në ndeshje kishim vetëm një. Elsejt Hysa. Vetëm Elsejt Hysa dhe aji da bëri ndeshje ndoshta një nga ndeshje më të bukura që ka bërë. Unë e kam, kur më pyetëm nuk e dhja ishim kusë. E dyta Ramadani, për shembull, nuk ishte në lojë. Po luajti sheu, luajti mirë. Ishte arbërhoqë. Nuk po i paraqitoj fare që nuk luajti mirë, po pse? Ai luajti shumë mirë, mbajti gjithkohon pjesën më të madhe të peshës ai e mbajti, se brojën e kishim thuajse inekzistent, 2 raste. Kur më pyetën se kë do vëjet luaja, unë i thash që sa më shumë vjem nga Kosova. Jo se nuk janë, këta tanët janë 100%, mobilizuar do jenë 110. Po nga njerë, për shumë, mua mu duk se Hoxha, ishte më tërë se shduhet i... Pe i se e ruanin 2 veta, se janë e shu, e ruanin 2 se ja dinin frikën. Por, duhet kuptuar diçka, vitet kalojnë. Gjithë një më tepër këto zjarri nacionalizmit nuk është se ka ngellur prush, po nuk është më, do më thënë, ajo që ka qenë. Këta janë profesionistë, janë djemë që luajnë me njëri tjetrin. Broja ka luajtur me portierin, ky ka luajtur tash. Ata, shikoj, dikush është mekanizmi, sporti është në sporti, e vetmja mënyrë e ndershme diplomatike është fitosh. Të gjitha tjerat, more kartonat verdh, more të kuqe, shave, larg qofte, bështyve, e me shpull, janë gjeste që s'kan lidhja. Do të marrësh pikët maksimale jo vetëm sportivisht, po dhe diplomatikisht. Fito. Jo, absolutisht po, nuk kam asgjë, nuk po them unë që këta nuk bën, këta luajtë si çdo motivimi. Ata e kanë më të fortë, se ja për shembull, ne kemi Granit Xhakën. Granit Xhaka që luan ke Zvicra. Granit Xhaka është ka kaluar gjithë jetën, do me thënë gjatë kohës që ka qenë e mundur, verën 1 muaj, 2 muaj në Kosovë. Pra, do me thënë, kur po, nuk jam kundra që mund t'jetë kështu, kur është në ndeshje që luan me Zvicrën, a i ka edhe grintën, por ka edhe sjelljen prej super profesionisti si që është. Pra, them, Brojës nuk mund t'ja kërkosh një gjë tillë, Broja ka lindur në Angli. Broja e ka pa në televizor, unë nuk besoj se ka qenë ndonjëherë në Kosovë, se është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë. Do me thënë... është janë analizi, është e drejtë bëhet, unë e shoh... Dhe, prandaj e pyeta dhe për të një Silvinjo. Silvinjo është i ftohtë nga kjo anë, ndërkohë që kur kanë shkuar në Beograd, lojtarët kanë treguar se si janë motivuar nga Debjazi, se si ka qenë grinta, se si kemi dëgjuar më herët që tani janë zhdukur fara ato këngët para gjatë eliminatoreve që i motivonin me këngë patriotike, pra nuk luanin me Serbi, po motivoheshin. Ja dinde mjaft mirë që kishte pjesën më të madhe informacion. Unë besoj që këtë pjesë Debjazi e ka bërë më tepër se kush mirë, më tepër se kush do tjetër. Pjesën e motivimit e ka bërë më mirë se kush do tjetër. Dhe prandaj edhe ka shkuar në Europian me një ekip që ndoshta nuk është, ne kemi shkuar me Goxha me Ritë, po nuk ishte ky, por kjo është tjetër gjë, që nuk mund të presësh, këta janë djemë që janë, si thua, shumë profesionistë se sa, dhe prandaj unë, kur u diskutuat shumë, për e ndi do luaja me Daku në fillim. Po pra, edhe unë... Unë a ideali që ka atë shenjën këtu mua më përqenë, edhe për arsyet tjera jo sportive, se them duaj kjo. Por edhe Daku mund ta kishte humbur atë penalti, por të paktën domethënë për ta goditur do ta godishte me gjithë forcën. Jam dakord, edhe siç erdhi puna, ne pam që hyrja e Dakut, futja e Dakut dhe futja e Uzunit i dhanë komplet tjetër konotacion, sepse edhe Uzuni është një djalë që jep shpirtin aty. E vërtet. Absolutisht jep shpirtin. Po, e kanë në dhe nuk po them që të tjerët thash se s'dua ti ul. Të tjerët janë 100%, këta janë djem që janë 100%, ai ka bërë një ndërhyrje këtu mbrojtës që eri doli këtu. Daku ka bërë një gjë para 2 ndeshjeve. Pra, na duheshin në këtë ndeshje, na duheshin lojtar edhe të zëmrës së ndeshjes. Edhe Jasir Hasani mendoj që mund të duhej në këtë ndeshje sepse edhe ai është nga ata që titular apo jep. Po qoftë edhe zëvendësues, po edhe ai është nga ata që jep 120%. Okej, ndërpresim se keni kaluar minutat e programacionit për publicitetin dhe pas publicitetit të kthehemi sërish studio. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, jemi duke diskutuar për atë ndeshje tejet emocionuese të së shtunës,
ku Shqipëria mori një barazim me Serbin. Ndërkohë që nesër pritet të luaj me Letonin sërish në kuadrin e eliminatoreve të kampionatit botëror. Ndesja e të shtunës, Esmeralda, çfarë jehone ose çfarë pasqyrimi ka patur në shtypin ndërkombëtar? Në fakt është vlerësuar më shumë, jehonën më të madhe e ka pasur Djokovic, tenisti serb, I cili vlerësoi lojën në fushë, sepse të gjithë e dinë që është një lojë me tension, kam përshtypjen dhe shtypjen ndërkombëtare dhe të gjithë ishin përgatitur se do kishte incidente, sepse të gjithë mbajnë mend çfarë ka ndodhur në Beograd dhe kam përshtypjen prisnin që edhe në Tiranë të kishte një situatë të tillë. Por që nuk është se ndodhi dhe në shtypin ndërkombëtar, tani atje vlerësohet mënyra e lojës, vlerësohet edhe fair play, ato që ne thamë që I shpallim edhe tradhtar, mënyrën se si u sollen lojtarët shqiptar, por edhe lojtarët serb, në shumë raste pavarësisht atyre momenteve që bënin sikur me çfarë I goditën për gotat plastike, sepse simulimet e tyre, po edhe ata donin që të krijonin çdo lloj gjëje që të dënojë fusha jonë ka. Të dy ato momente erdhen në një hapësirë të ndeshjes që ne ishim më mirë edhe më shumë na ulën ritmin. Ato dy momente të tyre pa gotave, por që serbët më shumë t'i bën sikur u goditën dhe nuk ishin goditur. Por kam përshtypjen se Shqipëria, domethënë në arenën ndërkombëtare, në mediat ndërkombëtare ka fituar pikë nga ajo ndeshje. Për mënyrën e sjelljes, për lojën dhe edhe për rezultatin, se unë e thash edhe njerë se ne pavarësisht se mendojmë se jemi ne dhe ne duhet fitojmë, Serbia është vërtet ekip I madh, kanë edhe shkollë, kanë edhe lojtarë shumë të mirë, që luajnë me ekipe shumë të mira dhe që luajnë gjatë gjithë kohës. Po, tanët luajnë gjatë gjithë kohës, Andi? Se për shembull I kemi në klube me emër. Kemi në klube me emër. Dhe Jure për shembull Broja është e Chelsea. Aslani është tek Interi. Tek Interi nuk është se ka marrë shumë minuta, është një lojtar zvendësues. Titullar dhe thuajse gjithë kohës luan Berat Gjimshiti. Paka shumë Ardian Ismaili, megjithëse ka qenë dëmtuar që të mbrojtësi që të shtunën nuk u aktivizua, por me shumë mundësi do të aktivizohet nesër. Thomas Trakosha ka luajtur, Hysaj pak minuta, Mario Mito e vinte nga një dëmtim. Thomas Trakosha ka kohë që s'luan. Tek AEK-u. Po është në stol. Është në stol, por të paktën atë detyrën në atë moment me Mitrovic e bëri mirë. Nuk po themi për performancën, por nuk luan. Ai që luan në fakt është Trit Berisha, këto kohë, edhe Triti nuk u thirr, po u thirr ky që nuk luan. Pak minuta kanë Ilir. Thuajse edhe po të marrësh dhe formacionin, shumë pak minuta kanë në ekipet e tyre. Edhe Hoxha, edhe Manaj ka qenë edhe Manaj këtë sezon shumë I dëmtuar. Broja tek Everton. 3 muajt e fundit Manaj nuk luajti dhe ca më tepër nuk luan në një ekip që ran nga kategoria në kampionatin turk. Ai vitin e kaluar ka bërë një edicion më të mirë, por me Andorën luajti shnoi edhe një 2 golesh. Po shumë pak minuta kanë marrë ose kanë marrë në ekipet e tyre 11 që titullar. Broja ka 3 vjet që ka bërë, po them 10 ndeshje të gjitha së bashku, sepse u dëmtua 2 herë dhe realisht të vjen keq, sepse ishte kështu fati keq për të. Lojtari më I pafat që ndoshta kemi pasur. Ai me po të luaj 6 muaj rregullisht është një potencial rrezik. Ka një potencial. Gjërat më të mira ai ka bërë edhe në Anglinë, edhe me Andorën, me pasime të tjera. Është lojtar që kemi fat që kemi, por shumë fat keq ai vetëm për shkak të rrezikave. Se folëm, po Hysaj është një nga ndeshjet më të mira që ka bërë bile. Unë kam qenë nga ata që thosha sigur legjende kombëtares, po I vjen fundi do të luaj Balliu dhe kur më thoshin informacioni kush ishte thosha Balliu më kollaj se Hysaj, por më ka realisht maknitur. Realisht ka bërë një ndeshje shumë të mirë. Ndërsa pastaj kur vjen nga këto nga legionarët ndërsa pastaj kur vjen punat e Mitaj ti thua unë se kuptoj do në qarë si ka mundësi që një djallë, aq I ri, tjetë aq I qetë, tjetë aq I sak, do në të talët me kundështarin përmërsi se kush është kundështari. Po mos është pak me risk ajo, sepse mbrojtësi nuk duhet ta mbaja shumë topin. Ka pasur raste që ka humbur. Unë nga njerë them, e ka humbur zonë do të shikoja shumë më mirë në mesfush Mitajnë, se sa në mbrojtje. Dhe mendoj që do në duhet ishte edhe luan në një moment. Po, duhet, sepse ka një saktësi, ka një qetësi që I duhet pa tjetër kombëtares tonë në mesfush, sepse ne kemi lojtarë që ndërtojnë, si që jepa I pasim, si që shikona I lojnë, nuk kemi shumë. Ta janë djemë që vrapojnë,
edhe Laçi vrapon, edhe... Ndoshta është zgjidhje nga e keqja nga halli, sepse nuk kemi mbrojtës të majtë? Jo, mund të, nuk është se krijoni mbrojtës majtë, po kjo është pasaj çështje që, si thua, unë nuk duhet, nuk do deri këtu, po më pëlqen jashtëzakonisht, jam dakord që nga njëri s'ka më të, por me atë qetësinë e tij nuk e bën që kundërshtar mos ka mundësi që ky të bëj këtë gjë, është nga janë ato momentet që realisht është, po këta të dy duhen veçuar, jo se tjerët shpirtin dhe anë gjithë, apo jo, pastaj unë besoj që aty nuk kishte mungesë vlerësimi, kishte nga njerë vlerësimi më tepër se ç'duhet, apo jo, edhe emocionet e tepërta të bllokojnë, se nuk është kollaj, prandaj në këtë ndeshje s'kishte nevojë ti frymëzoje, duhet ti qetësoje, duhet ti mos i ngarkoje emocionalisht, sepse e kishin vetë atë ngarkesën. Besoj që kemi bërë një ndeshje të mirë, pavarësisht se unë jam dakord që Serbia kishte probleme, po edhe serbët kur luajnë me ne i harrojnë problemet se është normale që ta kenë përqendrim maksimal. Dhe ne kemi të reguar me një ekip që është dyfishi i vlerës tonë si lojtar, që luan është ekip më i kotuar se ne. 270 milion kushton ekipi, tek ne 150. 31 të serbët në FIFA dhe 66. Ashtu, jo, dhe vlera e lojtarve në Tërësi ata janë të 270, ne jemi të 150. 240, po pak më shumë se dyfishi jonë. Dyfishi ynë, po nuk ne treguam që dhe për pjesë të mira të nërës ishim superior. Kjo ishte ajo që do më thënë t'i jep kënaqësinë e pjesës sportive. Unë besoj që në planin, në rezultat jo, po në planin e dominimit, në planin e imazhit, në planin e performancës sportive, ne e fituam atë ndeshje. Pastaj patjetër, edhe unë jam atë që tha Hoxha se pëlqeu, i tha, je dakord ta fitosh këtë dhe të humbasësh letonin pomër, u mendua tha po. Pra do isha dakord në kuptimin e mirë të fjalës që të fitonim këtë ndeshje, ose çfarë bëhe me ndeshjet e tjera se nuk është kollaj, domethënë. Se ndeshje historike. Po pra, ne s'kemi asnjë fitore me serbët, drejtë e marrë domethënë edhe sportivistë, ato që të flasim sportivisht, ne kemi edhe një dozë jo sportivitetin, atë që themi, ose kemi të drejta kemi. Është vështirë për ta të i kaluar. Jo, më kemi të drejta kemi, se nuk është se domethënë se njerëz jemi, nuk pavarësisht se mundohemi. Nuk kemi krijesa laboratori. Jo, më larg qoftë, se nuk është produkte historie. Sporti dhe stadiumi nuk është, tha, kush do të rri urta, le të shkojë në bibliotekë. Në stadium është se kjo është, si është një nga mënyrat është nacionalizëm i ndershëm, kur ti kërkon të imponosh nëpërmjet sportit, nëpërmjet fitore sportive, dhe prandaj domethënë atë që ja u thash për mbyll me të, i ka thënë Forbes, i ka thënë gjithë biznesi amerikan. Një fitore në fushën e sportit është më e rëndësishme për prestigjin e një vendi se sa një fitore në ushtarak. Pra më mirë fitosh një ndeshje, presidenti i Amerikës, sa të fitosh një betejë. Se në betejë do vrasësh, do ngelesh gjithmonë një person, ndërsa ndeshjen mbaron e mund. Çështja e imazhit. Çështja e imazhit është një nga vlerat më të mëdha që mund të ketë. Prandaj na duhet kjo, na duhet për shumë arsye, dhe kjo do ishte për mua o njësoj, po dhe më tepër se sa fitoria me Greqinë. Ju e mbani mend që erdhën të nesër ata shkretët shqiptarë që punonin, tha na shikonin, e fendikoi ta sikur ishin thjesht një ndeshje. 90 minuta kishin ndryshuar komplet imazhin e atij të shkretit që punonte atje për 5.000 apo 6.000 dirham, ishte bërë një person. Kurse kam parë ato në Tiranë ato dalldi kolektive. Njerëz zonë që vinin flamuri në trotuarët e bulevardit, dëshmorët e kombit dhe shtrieshin dhe e pufin. Gjithë revanshi asaj vuajtjes atje, të mira, të qindra mira shqiptarëve, ti e nxore për 90 minuta. Kjo është vlera e sportit që duhet kuptojnë ata. Mbylle një shekull pa drejtësish. Me 90 minuta. Se ajo ka qenë në vitin 2000, mos gabojmë, 2004. Nuk vrave njeri, nuk fyeve njeri, nuk shave njeri, fitove dhe ndryshoi komplet. Kishte goxha atmosferë dhe të shtunën. Edhe fakti që shqiptarët e Kosovës e ndjejnë shumë më shumë këtë ndeshje. Patjetër. Prandaj unë thash që domethënë nëse ne do donim domethënë vërtet që të luajë me shpirt, dhe të lihej shpirti aty, duhet kishim futur në fushën e lojës futbollistët që kishim nga Kosova. Nuk e ndjejmë ne, po them ose pjesa më e madhe, se ne që jemi në kufirin atje edhe ndjejmë më shumë, Serbinë siç e kemi ndjer Greqinë, për shembull kur bëj atëherë atë kohë, se tani gjërat edhe kanë ndryshuar, se vitet kalojnë edhe tani janë pajtuar Gjermania me Izraelin, jo më ne të tjerët, kujton se çfarë. Mirë, ka se po hym në fushën tjetër të ndër. Po sepse por në fakt në Varshavë
Vili Brandi ullë në gjunja aty dhe kërkoj falje në geton e Varshavës. Nuk kemi parë do një të shkojnë Prekaz apo Likoshan do një drejtues i shtetit serbë. Kishtë jo, po këtë po them, pra se këtë njësa të them, në Kosovë janë ende gjurmet e gjakut, tani bën me 12 bën 26 vjetë nga qërimi Kosovë. Jo gjurmet, po janë me mire që nuk dihet ku janë. Ku janë, pra janë shumë pak. I kanë marrë, i kanë quaj, i kanë mësuar. Por jam e bindur, ama që në Serbi, lojtarët tanë të gjithë pa diskutim do luajnë shumë më mirë dhe me më shumë dignitet se sa që luajnë në Tiranë, sepse neve kemi bërë gabimin më të madhë, edhe në ndeshën e parë, edhe në këtë ndeshë. I kemi zhveshur nga emocioni ata, jemi munduar të zhveshim, i kemi zhveshur pra, po i kemi zhveshur... Po s'ka nevoj, unë besoj se jo. I kemi zhveshur nga emocioni ata, kemi zhveshur nga emocioni tifozerin, që ishte se deri tani, po nuk donim të futeshim në këtë replikën dhe në debatet e tyre, po tani ne e pamë se kush ishte në stadiume, kush ishte në tribuna, kush ishte tani, lërja ata njerëz që vinë nga Zvicra, nga Anglia, nga Norvegjia, nga Gjermania, me autobus, me ditë të tëra kanë udhëtuar për të ndjekur Shqipërinë në Çeki. Deri 2.000 euro është blerë një bilet. Kanë shkuar me autobus, me ditë të tëra në Çeki për të ndjekur, kanë lënë punën e tyre, kanë harxuar paraj, kanë harxuar të gjitha. Jepo më atyre shansin, shkojnë ta shohin atë ndeshje. Se nuk është futbolli një video selfie në Instagram. Shiko, ishin 200.000 kërkesa, 200.000 kërkesa, herë 4, 800.000 njerëz, bile edhe më tepër, se shumë nga nes kanë kërkuar se ta lene se të kërkojnë ata se gjunaf. Dhe janë 22.000 vënde. Gjithmonë do të kishte pak ne. Do të thoshim pse i mori ai dhe se mori ky. Se ju po thoni për ca vajzat showbizit që e kanë marrë gabim. Vajzat e djemë dhe ministra dhe ministra dhe shofera ministrash dhe kalamaj të këtyre dhe ca kalamaj që asë se kanë aberin se qa futbolli, ca goca, kishte shumë. Kishte shumë. Ka qenë një kohë që i ndaja unë biletat ministrin 2000-2004 dhe që t'i bëja... S'kishte ankesa adere mazme? O, kishte ankesa. Kishte sa dush, po ti thoi e më shumë, me kush na duhet dhe na duhet Ministria e Financës se në jep në i lek për sportit, të qenë sa biletat më tërë, po kështu funksionon edhe sot. Biletat janë një mjet diplomatik, shkëmbimi dhe është një pjesë për këtë. Por pjesa tjetër, o bëj me short, o nuk bëj ndryshë. Se nuk e si e bën, se do të gjereshin gjithmonë dikush. Kështu të paktën, kështu e bën UEFA, kështu e bën... Po së bën me asë me short, sa ishin me short? 2.000 bileta sa? Jo, me short ishte pjesa me madhe. Ne kishim dhe një dënim nga UEFA, kështë ishin dikut e 17-18. Po ajo mbush plot se... Po mbush plot. Qiko, ne për kjo është nga do ndeshe që... Pjesë të mbush me grupe të tjera shëshërore. Që do flitet gjatë edhe është normale që të flitash. Do ishte një gjë e këndshme që të fitojë kjo ndeshje në planin sportiv. Përveç se për planet e tjera që janë për një pjesë të madhe të shoqërisë tonë janë më të rëndësishme se sa sportive. Për ne sportit kishte rëndësi edhe për atë, po kishte rëndësi se do merrim 3 pikë, do tregonin, do i mundin për herë të parë, do ishim më të sigurt në rrugën tonë. Se dhe po të na mundin serbët atje që nuk është çudi se janë ekip që edhe ata atje kanë motivimin, e kanë etj. Shkoni me ide që nëse Anglia në fund, e zëmë se do fitojmë nesër, shpresojmë fitojmë nesër me Letonin këtu dhe atje, apo jo, na duhet me Anglin të gjenimi qik të knaqur Anglin, se me Andorën me zi fitoj, të po di merim i barazim Anglis, shkojmë të dytët dhe pastaj pretendojmë. Se ky është ajo knajësia që ky grup kishte 3 probleme, 3 ashtu, ka ndeshjen këtu, me Serbinë. Ndeshjen atje dhe kualifikimin për në botë. Këto janë 3 momentet më emocionuese. Ishte dhe frika dhe po risku dhe më madh. Munishi 2 herë, jo 1 herë, po 2 herë tha që 11-shtja shpesh përcaktohet nga arsye jo profesionale, jo sportive. Është e vërtet? Duke lënë të kuptohet doon për se të kuptoj. Tani po tjetër që edhe menaxherët e futbollit dhe gjithçka tjetër mund të ndikojnë. Kjo nuk diskutohet. Ajo që ne bëjmë apo dhe kolegët është që pyesim drejt për drejt edhe Silvinën. Shumë Jasir Hasani ka qenë i pasvendësueshëm për të, ka 2 ndeshjet e fundit që nuk ka marrë minuta. Ai e ka shpjeguar me mënyrën e tij që ka thënë që ne në sulm kemi shumë lojtarë, shumë alternativa. Ai është një lojtar teknik. Më pëlqen, por për këtë ndeshje menduam këtë. Zgjedhjet kanë qenë edhe nga më të çuditshme. Sokol Cigalleshi ula jashtë Europianit, ndërkohë që sulmuesi kryesor gjatë fushatës kualifikuese.
apo për Ernest Muçin, për ashtu Silvinho gjithmonë thotë që më pëlqen shumë edhe një lojtar teknik, por aq minuta merr. Tani çdo gjë ndodh. Unë edhe përpara pak ditësh tash, personalisht më ka pëlqyer edhe De Biase, po Silvinho i fushatës kualifikuese të Europianit, ai që na çoi në Europian. Në Europian nuk më pëlqeu. Në Europian unë mendova që në treja ndeshjet patjetër që i kishte Italinë, Kroacinë dhe Spanjën, por me mënyrën se si rodhen loja, minutat, shumë situata tjera dhe lojtarë që në dispozicion, Silvinho të paktën si trajner do të bënte në mendimin tim. Nuk e dominoi ngjarjen, po ngjarja e mori. Po, mund të menaxhonte shumë mirë dhe mund të merrte shumë atyre ndeshjeve. Në ligën e kombeve ne thuajse dështuam, megjithëse është një kompeticion i rëndësishëm për kur je përpara një botrori. Po çfarë duhet bënte Silvinho në Po mund të menaxhonte shumë mirë lojtarët, situatat e shumë shkatitër në mendimin. Edhe në këtë ndeshje. Edhe Hoxha e barazoi lojën. Hoxha e barazoi. Se futi Brojën, apo jo, e la Brojën ndeshjet në atje në finale, nuk e futi Brojën. Pjesën një ndeshje pas ndeshjet jo se futi. Pra, zvendësime shumë në fund. Menaxhimin e lojtarëve ka shumë problematik. Në kualifikim ishte Silvinho, pastaj u futën menaxherët. Po, ndoshta edhe kjo. Në kualifikim duhet të them këtë. Golat që ka bërë Asani, golat që ka bërë Ramadani, fryma e grupit që ishte, janë, domethënë, vetëm basketbol gjuan 5 herë bën 4 gola. Unë lodhën shumë element bash. Ishin ca gola që domethënë ai polonis ishte spektakolar të gjithave. Po pse vetëm ai? Futbolli është dhe fat, Po patjetër. nuk duhet harrojmë. Polonia asnjëherë ndeshje nuk pati Lewandowskin ku luajti me ne, apo Çekia s'pati patjetër. Shyti thot don që ato lloj golash një herë, dy herë mund të ishin shans, po pesë, njëri më i bukur se tjetri. Dakor, edhe zotësi edhe merit. Jo, po ishte një kombinim. Ne vinim derisa kur erdhi Silvinho, cop-cop, e kupton, domethënë as nuk po pretendoi. Dhe i doli Asani, ishte befasia e panjorës. Befasia e panjorës dhe futbollistëve, se të dy edhe aspiracionet e mori Silvinho. Edhe pse nuk po m'pëlqen më e lirë ky Silvinho. Ndaj Çekis në ligën e kombeve që ne humbim, Silvinho tha, ne tashmë gjithë trajnerët apo gjitha skuadrat na njohin, marrin masa mjaft mirë. Atëherë kur ti e di këtë, ti ç'do bësh? Do bësh të kundërtën. Dhe ke shumë futbollistë, ai në këto dy ndeshje ka grumbulluar 27 futbollistë, maksimalin që janë futbollistë shumë mirë. Dhe në partin e sulmit ke mundësi të menaxhosh edhe më mirë. Ne po themi, më mirë në këtë kuptim. Mua më pëlqeu, flas me atë që unë shoh, kuptoj futbollin, se trajner është ai dhe nuk duhet të bëjë fare. Tash futbolli prandaj është i bukur se mund flasin gjithë se pastaj shumë dakord që luajte me Hoxhën titullar, sepse kur nuk aktivizohet Hoxha, titullar them se nuk e shumë dakord që luajte me Hoxhën, me Manaj dhe me Brojën, po i mbajte pak më shumë se ç'duhet. Në mendimin tim, në gjykimin tim. Minutën e 60 i kanë ndruar, janë bërë ndrimet gjithnjë. Edhe ka, po mund ta bënte edhe më vonë. Tash po mirë Broja që nuk hyn me Anglin. Me Anglin Broja. Dhe kur hyn Broja, të vetme gjëra që u bën aty u thash e vetëm ja shkëndi. Ai bëri. Bire i mori zvarr ata që i dha dhe topin tjetër për gol apo jo? Edhe për meritin e shkak ti nuk e fut, pse nuk e futi minutën e parë? Le të duhet 30 minuta, le të dali pastaj don. Se është në Angli, po është atje që duhet tregoj se kush është etj. Janë ca veprime që si shpjegojmë dot, e kupton? Ke shumë lojtar cilësor, lojtar të mirë që mund të luajnë e kërkon rinj, dakord, por unë e them me çdo gjë më pëlqen më shumë ai Silvinho fushatës kualifikuese, në efikasitet, në rezultate, në çdo gjë tjetër, sesa tashmë nuk po rrezikon, po lën në një farë po lën shumë mbrojtje, edhe në kampionatin evropian pra. Domethënë, ai donte të merrte një rezultat 2-1 ndaj Italisë, 1-0 ndaj Spanjës, dhe vetëm me këtë u mburdhe në fund që luajte me skuadra të forta, rival të mëdha, barazu me Kroacinë, nuk humbë me këto sepse i friksoi një Itali që mund të më thellë. Po ndërkohë në fushë u pa që Italia nuk ishte ashtu, mund të merri edhe pak më shumë, tani pse të mos e shfrytëzosh. Një moment me Serbinë, e peti që serbët bënin pressing te portieri, siç luajnë gjithë sot, ne rrinin me sfush, i prisim me sfush. Pse nuk shkon me minutët e para, ndeshja më gjithkohës, asnjëherë s'ka bërë, serbët bën 90 minuta pressing. Asnjëherë s'ka bërë pressing te portieri, asnjëherë. I kanë pritur këtu. Në përgjithësi. Ndërsa ata shkonin atje dhe unë tim shkon. Pastaj ishte edhe diçka e lirë. Nëse ne humbisnim në një farë mënyre që në ndeshjen e tretë kualifikuese në grup nga 8 që do të luajmë total, thuajse venite çdo gjë. Edhe për shkak të pikëve dhe të matematikës, edhe për shkak se do të mund rivali kryesor në shtëpi. Tani, ne për të shkuar në botror, që nuk kemi shkuar asnjëherë, kemi shkuar 2 herë në Europian, duhet të parë në grup. Duhen 16 pikë. 16 pikë të dëgjova dhe javën e kaluar, pikët nuk i kanë bërë shumë llogari, por
Rivali vendi parë në grup shkon direkt, Anglia i ka 9 pikë në 3 ndeshje, nuk gabon, edhe vendi dytë në play-off. Edhe play-offi më pas ka ndeshje shtesë, sepse 12 të dytat e grupeve, së bashku me 4 më të mirët e Ligës Kombeve bëhen 16, këto në mos gaboj me sa mbaj mend skemën apo formulën, do ndajnë në 4 grupe nga 4 skuadra në short, dhe nga 4 skuadra do bësh gjysmë finale dhe finale. Do të thotë, edhe po të shkosh në play-off, që do ishte shumë mirë të shkonim, absolutisht, do kesh dhe 2 ndeshje tjera me rival të vendeve dyta në grupe. Çdo ditë e vështirë, por të paktën të shkojmë atje. Tani, ne me këtë barazim, shumë më mirë të ishte të fitonim, ne atë donim gjithë nuk diskutojmë. Me këtë barazim jenë loj dhe ke gjithë shka. Nesër du të fitosh pa tjetër me Letonin. Serbia pra në një farë mirë është 2 ndeshje mangut. Serbia të shtunën e nisi fushatën kualifikuese. Dhe pash kalendarin ndeshjeve dhe tonët dhe të Serbis, në shtator Serbia, nesër luan ndaj Andorës, në shtator Serbia ka 2 ndeshje që ndoshta aty mund të kuptoj diçka. Letoni-Serbi dhe Serbi-Angli. Nëse në këto ndeshje Serbia ndoshta nuk merr po themi pikët maksimale ose ngec pak, ne edhe në shtator kemi me Letonin dhe të shojmë. Dhe pastaj është ndeshja direkte, përballje direkte në tetor. Ne na duhet të fitojmë të 2 ndeshjet me Letonin, të 2 ndeshjet me Andorrën që kemi fituar. Dhe të shpresojmë që nuk i di shka Serbia në një nga këto. Në Serbi të marrim të paktën barazim sa çmorën aty. Sepse është ndeshja e tretë nga fundi. Pas Serbisë në tetor ne kemi Andorrën jashtë, Anglinë brenda. Jo, po kanë fjalën, dhe pastaj llogaria, nëse shkojmë me këto, llogaria është që Anglia tek ne vjen në ndeshjet fundit. Vjen ndeshjet fundit që kanë ndarë, mbase ne dhe çunat e Londrës bashkë që bëjmë dhe shpresa është pak të ndeshjen e parë ndaj Serbisë Anglia. Rezerva luajt edhe në Maqedoni barazimore. E kanë fjalën që mbase ndërkohë futbolli është një sport kolektiv. Urdhë? Po. Futbolli është një sport kolektiv dhe për shembull lexova në media të ndryshme që kombëtarja serbe kishte probleme për shkak të protagonizmit, egoizmit, të disa yjeve që ka dhe trajneri i ka shmangur. Dhe janë krijuar konflikte brenda për brenda kombëtare serbe. Tek ne ka non ego që ka çuar në konflikte apo janë dominuar nga drejtuesit e federatës dhe nga Silvinjo? Kur të thashë më ka pëlqyer ai Silvinjo fushatës kualifikuese, pikërisht për këtë më ka pëlqyer, sepse ishte një frymë e jashtëzakonshme grupi, edhe për merit trajnerit, edhe për merit gjithë futbollistëve që në një farë mënyrë përqafuan atë. Dhe nuk kishte asnjë hatërmbetje, edhe dikush nëse do të luante 5 minuta, aktivizoi në minutën e 90, futej me dëshirën më të madhe dhe bënte shumë më mirë në ato minuta. Tashmë, sepse kishte me brojën, më duket. Kishte me brojën një fërkim në fillim që i tregoi vendin Silvinjo, i tregoj vendin brojës edhe më pas u pa që... Desa tashmë i lirë. Tani Ernest Muçi ka me Silvinjo zhgumbulluar thuajse gjithmonë, me ndonjë përjashtim vogël. Ka marrë pak minuta. Tani patjetër që ai do ketë hatërmbetje. Patjetër që nuk do ketë më të frymë siç ishte në fillim, apo dhe lojtar të tjerë. Jo, nuk i kanë të shprehura, nuk kemi ne problemet që kanë ata. Por jo, si serbët janë Myrtozuni për shembull ngeli jashtë Europianit. Ai tashmë është zhgumbulluar. Myrtozuni ngeli jashtë, edhe thash edhe një herë, mua më vjen shumë keq për të, por nuk është edhe ndonjë gjë për kombëtarin që ta meritonte Europianin, ndryshe nga Cikaleshi, pra mes Cikaleshit dhe Uzunit natyrshëm meritonte. Por dua të them që Silvinjo në një hatërmbetje, minimum një hatërmbetje do të ketë, ose lojtarëve tan ka qenë shëmbullore, shëmbullore. Patjetër. Në raport me kombëtaren. Nuk ka shans. Edhe kur janë marrë, edhe kur janë aktivizuar, Smajli për shembull është modeli, nuk u aktivizua dhe erdhi prapë luan dhe është. Jo, unë them në brendësi. Jo, prapë se kuptojmë se nuk luan do. Megjithatë janë histori që shpresoj sepse është më vërtet një lojtar jashtëzakonshëm aty mes fushës. Jo, e kanë fjalën që është Smajli për mua, Gjimshiti dhe Smajli secili ka zgjedhë vetë se prandaj është i bukur futbollit se gjithmonë themi pastaj vendos. Është një dyshe perfekt. Po për qendrën e mbrojtjes ka një ndoshta është gara më e jashtëzakonshme. Sepse nesër është edhe Kungulla, është edhe Ajeti, janë këta të dy. Ata mund të kenë dëshira. Por që mbetje të shprehura s'ka asnjë. Janë përjashtuar pak futbollistët e Kosovës. Ismaili duhet ishte, Ismaili është super futbollist dhe ka treguar. Edhe Ajeti më duket. Dhe Ajeti nga Matandrini është. Edhe Ajeti janë. Po prapë sido që të jetë është. Jo, nuk e, shiko, do ishte tash unë nuk patjetër secili ka drejtën e vet. Prandaj është trajneri.
trajneri gjykohet mbrapa dhe i thuhet na pëlqen ose s'na pëlqen, se këtë drejt kemi ta bëjmë se ne kombëtarin jemi të gjithë aksionerë në kuptimin e simbolik të fjalës. Gjithë duan kombëtar dhe tifozi këtë punë ka, se përndryshe pastaj po i the pse s'ke mendim ti, si ta Saki tha, në Itali janë 65 milion trajnerë janë të kombëtarës së Italisë. Është kjo punë që Po dhe në Shqipëri dy janë profesionet që i bëjmë gjithë shqiptarët. Politikan edhe trajner. Do një bëjmë gjithë. Reja më e bukur që kam dëgjuar është kjo, e thot, sa keq që njerëzit i din drejtojnë shtetin janë ose duke prer flokët për berber ose duke i dhënë makinës taksis gjithë. Këta dy janë njerëz që drejtojnë shtetin, po janë zënë, nuk e drejtojnë dot. Këta e qajnë. Që edhe tifoz domethënë, edhe të trajner bëhen gjithë tifozët, po e bukura kjo është se po të ishte gjithë se kuptonim. S'do e shikoni. Po këtu është dhe e bukura e futbollit. Patjetër. Sepse gjallë emocioni, gjallë dhe reagimi. Por kam përshtypjen se kjo pretenduan që ata edhe që nuk e di sepse kam një bindje që edhe influencohet pak nga këto. Ne kemi parë për shembull u kryzua për brojen, pastaj filloi ta fuste filloi ta fuste brojen edhe kur nuk duhej ta fuste në fakt, sepse ose duhej ta nxirrte që mos ta mbante i gjatë. Luani sigurt pra që mos të kryzohet nga njerëzit, nga tifozeria, nuk guxon më që të gjej kundërshtarin ta zërë në befasi, se ti nëse thua kundërshtari i njeh lojtarët e mi, dikush janë, ti domethënë krijon gjithmonë të rinj, ndryshe. Ka një siguri të vetë në zgjedhjen e formacionit dhe i mban përgjegjësinë ai për atë zgjedhje. Jo gjithmonë kemi qenë dakord me atë që ka bërë, po e ka bërë ai. Domethënë i ka qëndruar strikt edhe zgjedhjeve që s'na kanë pëlqyer ne, për shembull. S'do luaj ky, s'do luaj, s'do luaj Muçi, gjithë u lodhën duke thënë Muçi. Ai nuk e dëgjon. Pra nuk është se jam dakord që do ti, për shembull, po s'mund thua me i bërtiti publiku Daku dhe futi Daku, se nuk është se e mori vesh dhe publiku që duhej Daku dhe më futet e mori vesh ai. Pra, e kam fjalën që për mua ka mangësi në marrjen e maksimumit nga lojtarët që ka. Se që të marrësh maksimumin duhet të fush ata që duhet dhe duhet të ndrosh atëherë kur duhet dhe atë që duhet. Të parën ti nuk e ke gjithmonë dorë, po zëvendësimet i ke ti në dorë. Për shembull, ai me Serbinë bëri 4 zëvendësime, pse jo 5, ne kishim 5. Pse se ndronte një tjetër? Do ishte dikush aty që mund të kishte nevojë këtu, sepse ne kemi problemi kombëtarës ose mirë është kjo, ne kemi lojtarë në një nivel. Ne nuk kemi domethënë kështu, kanë një përjashtim, po janë aty. Nuk kemi hyje. Janë aty, nuk ke domethënë Mbappé që se ndron dot dhe ti ke mundësi të bësh ndrime. Po të shikosh në historikun e Silvinjos, asnjëherë nuk i ka shfrytzuar ndrimet gjithmonë. Lere pastaj kohën kur i bën. Po ti ndroj më të 5. Këtu e kisha pak më parë. Me 4 e kanë mbyllur. Pse jo? Serbi bëjnë 5. Po bëjmë edhe 2 minutat e fundit. Hiqen njërin dhe futën, për të dhënë mundësinë që ti po luan e ke këtë mundësi. Se di pse do me ka këtë. Lojtarët i ke thuajse në nivel barabartë. Pse çka ka Muçi, Hoxha. Muçi, Hoxha, Bajrami janë aty më, Asani, janë aty më, janë një nivel. Mund të luajnë njëri jetë nuk prish punë. Broja, Manaj, Daku janë aty don, mund të luajnë. Balliu me Hysa janë aty don. Ti Manajin e ke që se zvendçon dot. Se Aslanin e këta, ke mundësi të bësh lëvizje pa ndryshuar, pa të thënë jam më çfarë bën Selenam që fut këtë. Pastaj Ilir, qendrën e mbrojtjes që përmendet, është fat të kesh 4 qendrën e mbrojtës që mund të luajnë. Ke Gjimshitin, Ismaili, Ajeti dhe Kumbulla. Një Kumbulla sezon shumë të mirë tek Spanjolin La Liga, Ismaili është një garanci megjithëse ka qenë i dëmtuar, po luan Serie A për vitesh tek Empoli, edhe Ajeti ka në Turqi. Jo, ndeshjet e fundit ka qenë shumë mira Ajeti. Ndeshjet e mira. Kur zëvendësoi. Kështu që ne përpara Serbisë thoshim Gjimshiti, po dhe balotazhi ishte mes këtyre treve që zgjodhi Ajetin. Tani, nëse Gjimshiti mungon për shkak kartonësh, Ajeti sot ka pasur një problem stërvitje, le të themi mbetet për të verifikuar deri nesër, kam vështirësi që mund të jetë. Priten ndryshime për nesër në formacion? Priten partin qendrën e mbrojtjes për shembull. Se Gjimshiti nuk e kemi. Po, se janë me 2 të verë. Arlinda Ajeti që ka pasur këtë problem, faktikisht ka luajtur edhe 3 ditë më parë, mund të ketë problem, kështu qendra e mbrojtjes mund të jetë Ismaili Kumbulla. Po dhe në ndryshim tjetër, edhe në sulm besoj mund të ketë, sepse është e vështirë dhe rikuperimi, 72 orë. Nëse nuk fitojmë nesër, kam përshtypjen që kemi prerë biletën për ikur. Jo, kuotat e trajnerit do jenë varësisht se si do të vitesh. Kuotat e trajnerit, po edhe sepse për shembull nga zgjedhjet që do bëj ai, do varet nesër shumë.
për mua. Se ke një ekip, se ne u morëm shumë me Serbin, po ne na duhet edhe Letonia 3 pika në fund fare. Edhe me Letoninë duhet t'i harrojmë. Precedentet i lirë statistikat i kemi në fakt vitet e fundit rrallë mbaj mund që ti me përballë me Letoninë, po në 5 ndeshje, këtu miqësore zyrtare apo dhe ndeshje zyrtare, kemi 5 barazime, asnjë fitore Letonia, asnjë fitore ne. Edhe me Letoninë mund ta kemi për të parë. Akull të ftohtë Skandinav. Për Baltik 5 barazime, 6 gola shnuar nga ata, 6 nga nese, normalisht barazim, po edhe ne nuk kemi as fitore me Letoninë. Kështu që është për të parë me shumë interes, edhe shpresojmë që, sepse thash, po që se marrim 3 pika atje, unë besoj që 4 pikë në 2 ndeshje nuk janë keq, nuk janë maksimum, dhe ishin 6, po 4 në 2 ndeshje me Serbinë. Unë gjithmonë them që ndoshta kryejmë pak me këtë bonusin që Serbi që ka 2 ndeshje mangut, shpresojmë, se tani kështu është që Serbia të gabojnë ato. Se ne për shumë logjikën e rezultateve kemi marrë në një farë mënyre. Jemi mundur në Angli 2-0, në Londër, në Wembley. Okay? Kemi mundur Andorën 3-0, një rezultat i pranueshëm dhe për Kur Anglia me zi fitoi me Andorën, Anglia me zi fitoi me Andorën, edhe që në fakt ndeshja është luajtur në Barcelonë. Jo në ato fushat e Andorës. Pati ca raste Andora që mund të 1-0 fitoi Anglia ndaj Andorës në fushë neutrale. Barazuar me Serbin, ndoshta hiq Anglin, pjesa tjetër është e gjitha, edhe hiq Anglin dhe Andorën, njërën për mirë, tjetërën për keq, ne të 3, domethënë luftojmë për vendet 2. Serbia dhe Letonia jemi Letonia ka 3 pikë se ka marrë Andorën. Kam përshtypjen që grupi kualifikues që i jashtëzakonshëm ai që patëm në jashtëzakonshëm për mirë, ai që patëm në Evropian. Nuk patëm për shembull një ndeshje me Serbin që ka konflikt dhe ngarkesë jashtëzakonshme dhe nuk patëm as Anglin. Do që ishim paka shumë në fushat të njëjta jemi. Me Çekin dhe Polonin, jo. Unë thash, prandaj e thash në fillim, ne patëm një shans, se futbolli është edhe fat, që për Polonin nuk luajti Lewandowski asnjëherë nga ndeshjet dhe për luajtëm mirë, si do qoftë ne. Luajtëm pra, po edhe për Çekin nuk luajti Patrik Schick, që është një nga, sepse të dy ato ekipe në Europian, pastaj bën shumë. Megjithatë, ne me ndeshjet kualifikuese në Europian, me Silvian kemi bërë performancë të jashtëzakonshme për mundësitë tona. Dhe e kemi merituar nëse në Europian e parë shkuam edhe se serbët janë ata që janë, domethënë ai bën keq vetes dhe fituam ndeshjen në tavolinë apo jo. Këtu kemi shkuar me meritat tona dhe kemi merituar plotësisht, ka qenë një fushat, se përkjeu shpreja se jemi mbasi kemi një fushat kualifikuese perfekte. Gjërat nuk do ishin aq të thjeshta. Ai është një futbollist, absolutisht. Polonia dhe Çekia nuk janë Anglia, Gjermania, Franca. Po janë për ne të rrezikshme, janë shumë të rrezikshme, janë ekipe që tani më mirë se sa Serbia janë dhe me Serbinë. Patjetër. Po dhe ekipe që janë njësoj me Serbinë. Janë aty, për ne janë aty, janë më mirë se ne. Po Serbinë e kemi gjetur në rrëmuj se Serbia është e frikshme. De Biasi apo Silvinho? Kush është më i mirë? Kush ka pasur më rezultate. Të dy natyra karizmatike janë, por... Jo, ka një gjë, do me thënë. Tani, ne nga De Biasi, të jemi sinqert, në bajmën vetëm këtë Serbin, dhe tani, pa i hequr fare merit, De Biasi, se u shqiptarizu pak edhe më shumë e kemi pak shpirtërore, De Biasi... Do t'i gjemë në një emër musliman, do në Silvinjos, do në Gania Bazi. Dhe De Biasi, tani, ndeshja në Beograd... Se Silvinjos i bjeti të një Salia si e... Vetëm Latifjo. Latif është i zonë. Ndeshjen në Beograd nuk e fituam ne. Ndeshjen në Beograd e fitoi Ballist Morina. Pra, do me thënë, nuk është merit ase De Biasit, ase atyre futbollistëve. Megjithëse deri në atë moment po luani mirë. Tani nuk ka rëndësi, unë po them ndeshjen nuk e fituam ne. Ndërkohë që ne arritëm një kualifikuese me merit, siç e tham, me Silvinjon. Me shumë. Unë mendoj, pra Silvinjo ka bërë shumë më shumë. Ka bërë një futboll shumë të mirë, është kualifikuar me merit, ka bërë një lojë të mirë edhe në Europian. Na ngjiti pak më tepër De Biasi. Por këtu edhe unë nuk ta shpjegoj dot materialisht, po si na u bë më shpejt shqiptar, na mori edhe duke sikur na sillte vërdall kështu pak, na e mori vesh si e donim, edhe ashtu na ndryshimi. Ashtu na e përpara De Biasi mos gaboj ka qenë Kuzhe, i ndjeri Kuzhe, tjerë dhe një nga fillojmë ndryshimi, po pastaj
Të dy do të bënin, se nuk e di, ndoshta publikut nuk e thamë, po dy do të bënin këtë gjë, që edhe De Biasi pas Europian i largoj, edhe Silvinjo do ishte mirë që Jo, e kisha pas De Biasi, do me thënë gjërat nuk është u rregullua, nuk prishën me dire janë kombëtaren, prandaj... Jo, reja ishte. Prandaj them që neve, do me thënë, ndesha me Serbin, në lidhje edhe më shumë emocionalisht me De Biasin, pastaj... Jo, po ishte komunikues shumë i mirë, komunikator i jashtëzakonshëm, ishte një person që hyrin në realitetin tonë, me lojtarët ishte goxha më, nuk bënte të tilla, si më thënë, nuk ka ndodhur tilla gjë, po pse ky pse s'luan ky, pse De Biasi e lexonte ndeshjen më mirë se sa Silvinjo. Po se ishte një me eksperiencë, apo jo? Për mua do në këtë ka marrë, si tuash, ishte të shi qëtë, unë e thash një fjali kështu se nuk jo gjithçka kvantifikohet, na ngjiti më tepër. Ky ka rrugë për të bërë, po është natyrën çik më kështu, më ngjiti më tepër ekipit apo tifozëve? Ekipit ndoshta e kanë gjitur të dy, tifozëve i gjiti më tepër De Biasi, ishte çik më kështu. Edhe ajo Gania Bazi që nuk e vun kot, se ka gjetur akoma. Edhe kjo është tregues donë që nuk është se Silvinjo. Cila ka qenë ndeshja që si kemi thënë ndonjëherë neve psikologjikisht ne u ndjem të barabardo në futbollin evropian, me skuadrat e tjera, si me Polonin, me Çekin. Kush ka qenë ajo që u bëri... Jo, kemi luajtur, kemi bërë ndeshje të jashtëzakonshme me Italinë, që në mezina mundi, me Francën, që miqësore duket kanë qenë, por kanë qenë ndeshje të jashtëzakonshme. I bëri Mavraj gol me kokë. Domethënë ka bërë Kaçë një super gol me Francën, Historie ka qenë në Elbasan. Historie ka qenë, kemi bërë. Edhe me këto. Dhe ndeshjet europiane të Biasin i lirë të mira ishin. Kemi bërë një ndeshje shumë të mirë. Nga Zvicra që kemi pas një rast të shkëllëzën gashtë. Me Kroacinë kemi bërë në europian, kemi bërë ndeshje të mirë. De Biasi për europian më të mirë. Mori 3 pikë. Dhe madje ne deri në fund diskutoj që mund të ishim një nga vendet e treta. Mirë, po ja mori Rumanisë ato pikën, ato 3 pikët, ndërsa ky kishte Kroacin nën kampionin e botës, kishte Italinë, kishte edhe Spanjën. Spanja që u shpallë. Ajo kishte tjetër. Shumë mundëm 2-0. Bëm një ndeshje të mirë. Ajo që më kujtohet është kjo, me De Biasin nuk guxonim të bënim tranjeri në për studio, se e bën të ai tranjeri në fush. Me Silvinjo ne ka dhënë këtë mundësi që të bëjmë edhe në tranjerin, temi këtë e bëri mirë, këtë se bëri mirë atje atje. De Biasi ishte shumë, të linde shumë pak hapësira për ta analizuar në kuptimin negativ. E di çfarë bëri dhe një gjë De Biasi që unë nuk e harroj kurrë edhe si gazetar dhe që isha shumë i pranishëm dhe në terren. Prandaj them që me De Biasin, ekipi kombëtar në tërësi bëri një rritje shumë të madhe, në ç'kuptim. Deri para De Biasit, dhe vetë presidenti Duka ka thënë, deri para De Biasit, ne kishim një 11 që ndiku më të mirë. Dhe nuk di mund të kishim 2, 3 apo 4 litar stoli, që mund të ishin të... Për ndeshjen e radhës i lirë, të mungonte një lojtar për shkak dëmtime, për shkak kartonësh, kur trajneri bëj me dhimbje koke. Kjo për shumë arsye, ndoshta vërtet nuk ishim aq lojtar, ndoshta zgjedhjet e trajnerit. Dhe një gjë që ne i kemi thënë, dhe i kemi pyetur presidentin Duka në atë kohë kur zgjedhjet e bjezur, çfarë kërkon më shumë? Aman të dubloj role që të mos kemi dhe kohë tjetër. De Biasi e bëri këtë, gjeti ai lojtar, dhe në pas çdo gjë erdhi duke ngritur, dhe që jemi sot në këtë gjë që të 27 lojtarë që ka Silvinjo mund të jenë titular ose mund të jenë zvendësues në 30 minuta, 20 minuta shumë të mirë. Pra ai sa më takon, po qese Silvinjo një na çon në barazim dhe do zotin fitoren në Beograd, unë i parë dhe kërkoj falje për çdo kritikë që i kam bërë, se në parë De Biasi, të mos i themi De Biasi na ka lidhur Beograd, po kishte fituar në Tiranë me Serbin. Ne do kishim harruar të gjitha, pra për shembull siç kemi harruar gjithë sukseset që mos i themi ende Beograd se nuk është përcaktuar qyteti dhe Novi Sad ka shumë gjatë. Jo, nuk besoj se Novi Sadi nuk është aq i zjarrt Novi Sadi. Ka një stadium që po e përdorin edhe nesër ndaj Andorrës. Në Leskovac, një stadium impendi i vogël me 8000 vende, dhe për Anglinë në shtator që e pret Serbia. Mediat, po nuk është bërë zyrtare nga UEFA, thonë që do e presi dhe Anglinë në Leskovac, kështu që nuk është përcaktuar. S'është ta bëjnë që ti kenë më pak e ti menaxhojnë më mirë. Ata s'menaxhojnë, ata janë... Dhe është një stadium i vogël, fusha afër, tipi Air Albanias mund të krijohet më shumë një atmosferë krahasuar me stadiumin e Shyti kam parë një dokumentar të Arteja që i frikshëm. Do në lidhjet që kishin ata ishin edhe ultras,
edhe narkodealer, edhe policie fshehtë, edhe do gati si trupa SS-e që i përdorte pushteti kundërshtarëve politik. Dhe sheri që është bërë atëherë me Bobanin, këta kanë qenë kontingjente ja kjo që t'atju. Dhe janë, nuk e di o Partizani o Zvezda, janë kontingjenti i presidentit sërb. Janë, si thua, të deklaruar, ata nuk janë tifoz. Ata janë bandit që përdorin uniformën e tifozit për të bërë atë që bëjmë. Prandaj nuk janë tifozës, që janë tifoz do. Ata ishin që dhunuan forcat e këforit në Kosovë, në 2023. Në Zveçan. Kështu që ata nuk bise. Prandaj ata e ka problemi më të madh me tifozët, e kanë vetë sërbët, e ka federata vetë, e ka të janë një... Edhe kur e kemi ndeshjen në Beograd? Në Beograd është 11 tetor. Në tetor po njërë, po 11 në Mosgabë. Do mblidhemi sërish të komentuar atë. Ju falenderoj sot që ishit të ekspyetjet, falenderoj dhe dy të ftuarit Munishin dhe Shako Hoxhën që ishin në lidhje direkte. Ky ishte emisioni për sot, natë e mirë të gjithëve. Rishihemi në të anën tjetër.